Alors on danse. Për që kjo lapa, ja shmëdoj për Ramsin, Berishën dhe Alex Sorosin. Ata Alex Sorosin nga vënë në fund nga ishe bërë një status Facebook, që të ma shpegosh tani. Qëta e gjithë. Nuk ishe shumë në stilin tëmë, thëmë drejtën, po do më thuash më vonë. E hapa këtë emision sonte në fakt pa luftën Iran-Izrael, sepse duke qenë se Trump i ka dhënë vetes, në ka dhënë të gjithë një 2 javë kohë që të mendoj dëgjuaj apo jo. I ka thënë dhe Iranit mendo se ke 2 javë kohë, thashën vetes s'kemi gjë, lufta vazhdon atje, godasin me raketave gjëra, po s'kemi ndonjë gjë të re. E reja do ishte vetëm që do hynte ai dhe do hidhte ato bombat me ato B2-shët. E ke parasysh GBU 57 që vjen poshtë. Thashë vete, ky është momenti të marrin tikun, që kishim lënë bashkë, që do vije, se po të kishte ndonjë ngjarje të mërshme që të ashtu, sigurisht që do shtyhej. Do shtyhej sepse tani unë do ta filloj me ty. Sonte ne jemi live si zakonisht. Dhe ky emision shikohet tiku dhe në YouTube, te kanali im në YouTube, te Zonë e Lirë Official, shikohet në live stream. Ka shumë njerëz që na ndjekin në këtë moment në YouTube, në ekran, nuk e dim sa janë, sepse në ekran nuk dihet gjë në Shqipëri sa janë. Po në YouTube të paktën e dim që janë shumë. Hyn me mira vetë, hyn dalin, vinë, ikin ndaj këtej, bëjnë komente, është e papar, është një Po dhe unë kur të ndjek nga YouTube. Nga YouTube, është një botë shumë e bukur, po. Se është me thjeshtë. Është një botë shumë interesante. E para njerëz si kishe me shëndet. Mirë. Ti e di që si jem taku fare, kemi fol vetëm mesazh gjë pas zgjedhjeve. U bë ca kohë. Edhe para zgjedhjeve u bë ca kohë. Dëgjoj Arianin, që të mos vënohemi. Pastaj do vinë edhe këta çuna që kam unë emision, do vinë të bëjnë ca pyetje dhe ata sigurisht. Sebastian Zonja, Marsit Gupi dhe Flogert Muça. Secili nga ata ka pikpamje politike dhe ideologjike të ndryshme, nga të tuat, po dhe mes tyre njëri tjetrit kanë debate, nuk bien dakord për shumë gjëra. Po kjo është interesante apo jo, ti ku jemi dakord. Dhe para se të vinë çuna, unë doja që të flisja pak me ty tek e tek, midis nesh, sepse midis nesh jemi. E para ti ku jam kurioz ta di. Si ka mundësi që fiks, dhe po ta them të gjithë se ka i kontekst, nuk ta them kot. Si ka mundësi që ende dhe sot po flasim bashkë, Adriatik Lapaj, ti nuk pranon të mbushësh një vakum që tjerët e kanë lënë bosh. Që është? Që është geopolitika. Ti di që në Shqipëri, për shembull, asnjë lider partie, qoftë kryeministër, ish kryeministër etj, asnjë më. Nuk flet publikisht dhe për studio, nuk e para unë mendoj se nuk din më. Se nuk është shkollaj, duhet të dish, duhet të lexosh, duhet të rish me njerëz që dinë etj. Absolutisht. Dhe thash ta pyes tikun për të gjë. Për shembull, kjo luftë tani që po ndodh që ka kthyer kokën gjithë dynjaja, gjithë bota apo jo. Dhe që ka një interes të madh, kurse s'ka interes dhe këtu në Shqipëri. Për shembull, Sari që bëj emisione me gjeopolitikën, me politikën e përshtathuar me atë që ndodh në botë, jo me gjërat e Shqipërisë, si rasti i kësaj, audienca kërcet aq shumë sa ti s'mund të imagjinosh pra njerëzit dhe shumica nga Shqipëria. Po. Tani pyetja ime është e thjeshtë, vëlla. Pse nuk e mbush ti këtë vakum? Pse nuk përgatitesh për të qenë gati që të flasim bashkë? Gjithmonë sa të kam pyetur ti, dhe jo vetëm ty. Në këtë studio ku ka pasur luftrat kanë qenë edhe përpara, tani kjo ka arrit kulmin. Kjo e sotmja. Ti je shmangur, thëna, merrem me këto hallet tona, më ke thënë. E vërtetë është, po. Tani unë them, do vi dita që ne të dy për shembull të ulemi, mos flasim fare as për Shqipërinë që bëhet, as për Adriatik Lapajn, në kuptimin e projektimit të politike, po të flasim për shembull për luftën Iran-Izrael, kush e fiton këtë luftë, kush janë aktorët, pse po bëhet kjo luftë, çfarë duan të ndajnë, kush përfiton, kush humbet, të gjitha këto gjëra. Jam kurioz dhe jam serioz tani që po të pyes. Edhe unë shumë serioz. Mund më japësh përgjigje pse? Nuk do të flas sonte për luftën me ty, jo. Po ata që e kanë lexuar do më kuptojnë, po të lexosh Charles Keglin te Politikat Botërore. Charles Kegli, për ata që nuk e dinë, për shembull, do ta shpjegosh njerëzve kush. Autor nga është kur ka jetuar. Ti japin sa info njerëzve. Është një autor që bashkë me Kissingerin e të tjerë kanë shkruar në lidhje me politikat botërore, marrëdhëniet mes njerëzve dhe shteteve. Me shteteve, po. Kanë arrit në përfundime si pasojë studimeve të tyre afatgjata dhe afatmesme, të cilat hedhin dritë për ata që duan të njohin realitetin politik, ekonomik, ushtarak të fuqive në nivel botëror. Dhe po ta lexosh, kupton arsyen pse politika shqiptare nuk është se shprehet dot për këto ngjarje. Nuk ka, sepse ne nuk kemi asnjë, ne mund t'japim mendime, po ne nuk kemi asnjë instrument dhe nuk kemi
asnjë kapacitet për të ndikuar në asnjë nga këto ngjarje të cilat janë përtej limiteve tona të mundësive objektive flas. Pra ti thua që nuk ja vlen të flasësh, lërë mos më me tjerët. Mund të flasësh në nivel parimor, mund të flasësh Si opinion, si qëndrim. absolutisht, po Për shumë Albin Kurti, një nga boshtet themelore me cilat erdhi në pushtet, ishte Bashkimi Kombëtar apo jo? Shumë as për rajonin juve nuk flisni. po. Flitet ndonjëherë pas here nga Berisha, nga kur bëhet fjalë për ato ndanë kufit apo jo. Po për shumë, ty vetëm s'kam dëgjuar të flash asnjëherë. Çfarë të them për shembull? Më pyet Kur ka ngjarje nga Kosova, kur ka kriza në pas Kosovë. qëndrime gjithmonë lidhje me Kosovën, edhe i kam. Nuk i ke, pra nuk janë në qendër të Pra nëse qëndrimeve më tua. pyet, pra ideja është nëse më pyet për zhvillime në nivel botror, Hop, je pak më i tërhequr. Po nuk pse është sikur, pse? sepse nuk kemi ne, domethënë Nuk ka rëndësi, unë nuk të pyes atë ndryshosh gjë ti apo jo mo, në nivel botror. Unë dua di qëndrimi të, për shembull ti je me Izraelin apo je me Iranin. Janë sa pyetje thjeshta që bëhen. po të shpjegoj. Ajo që unë po them është shumë e thjeshtë. Pra, ne kemi problemet tona këtu. Kthe kuptoj. Dhe ne jemi pjesë e një bote edhe më tej se Shqipëria. Pa diskutim. Por fokusi im personal ka qenë atë dhe ujon. Nëse më pyet për shqiptarët në rajon, unë përgjigjem pa diskutim. Dhe nuk e vën dyshim. Nëse më pyet për tej, mund të të përgjigjem në nivel parimor, por prapë Ja, nuk për shembull me Izraelin apo me Iranin. Po s'është ka që nuk është e ndarë me thikë. Qeveria shqiptare nëpërmjet sigurisht kryeministit i Shqipërisë, nëpërmjet Tiranës, pra Tirana zyrtare, ka mbajtur qendrim, është me Izraelin, është hapur fare. Unë jam me drejtë ndërkombëtare. Ajo është drejtë ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare është ligji ndërkombëtar i cili garanton sovranitetin e secilit shtet në raport me shtetet e tjera. Secili shtet gëzon drejtën e tij ta zhvojë aktivitetin e vet brenda territorit të tij, jurisdiksionit të tij territorial, administrative me radhë. Po pra, në rastin konkret, ç'duhet bënte Izraeli? Duhet sulmonte apo jo? Rreziku është që Irani mund të ketë bombë bërthamore. Në këtë rast, pra, në këtë rast, nuk po, e kam seriozisht. Ti duhet të kesh një qendrim për shkak. Jo, nuk kam një Ti qendrim. je që Irani të ketë bombë bërthamore. Nuk kam një qendrim për një çështje e cila është përtej realitetit politik dhe realitetit jetës qytetarëve. Po ne jetojmë në një botë zuam të globalizuar, Mund të jetojmë, mund ta ndash në Shqipërinë me fikë. mund të jetojmë, po fokusi total që un kam sot është Por Adriatik, ti kryeministër vëlla. Po. Çfarë do bësh me 3.000-4.000 mujahedinët që janë atje? Unë kryeministër do kem këshilltar të cilët do të më këshillojnë për të folur lidhje me këtë gjë dhe për të marrë vendime lidhje me këtë gjë dhe vendimet nuk i merr kryeministri, po i merr një enturazh më i gjerë njerëzish të cilët janë ngarkuar nga ligji. S'është çështje vetëm e kryeministrit. Duhet mësiu sot mua aty raportet e shërbimit informativ të shtetit, mësiu sot raportet e gjithë organeve të inteligjencës, më njih me dokumentat e partnerëve, të t'jap përgjigjen. Tani unë të flas sot si ajo majthanës, ndërkohë që nuk kam asnjë nga këto element, do të qej papjekuri politike. Çfarë të them unë? Unë s'di asnjë gjë nga ato, as ti nuk di asnjë gjë, dhe dal unë dhe të mbaj qendrim për një gjë që nuk kam informacion, është papjekuri total. Minimalisht ne dim që këta janë opozitar të regjimit sotëm në Iran, Po. dhe normalisht, teorikisht, përbën një rrezik. Pra, përbën një rrezik në tokën shqiptare, nëse për shembull mund të ketë së thuash përhapje të konfliktit më gjerë se sa kjo luftë që po ndodh mes dy shteteve. Po. Shqipëria teorikisht mund të jetë e prekur. Po, Tani Shqipëria teorikisht mund të jetë e prekur edhe duke ndonjë në shtëpi gjithë brenda. neutrale. S'është argument ky. Pra në një jetë ku ti do të jetosh, po dole nga shtëpia ke rrezikun që mund të shtyp makina atë ditë. Pra nuk është kaq bardhëzi. Sigurisht që në raport me partnerët tanë ndërkombëtar, dhe le ta themi, bota nuk është aq parajs. Ka një palë, ka dy palë, ka shumë faktor dhe në këtë drejtim do duhet mbash qëndrime dhe do duhet të jesh me njëri nga palët dhe do duhet të angazhohesh në të kundërt si bie të kërkosh. Më po jo, ja një sekond. Je për Bashkimin Kombëtar. Dale, do të përgjigjem unë. Si bie të kërkosh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm kur ke hau edhe kur vin bajonetat e Miloševićit ndim. Duhet dhe të përgjigjesh për ca gjëra, kështu që nuk është aq e thjeshtë. Pra ne mund të bëjmë tërditën teori edhe ta trajtojmë Shqipërinë shkëm graniti kaq i fortë e kalaj pa pushtuar e botës, po nuk është kështu. Adriatik, Po, ti je pro apo kundër Bashkimit Kombëtar? pro Bashkimit Kombëtar. Pro. Më thuaj pak, për shembull ndihma të Ukrainës që ka çuar Shqipëria, ti je pro apo kundër? Pro. Pro. Adriatik Lapaj, sot u godit bashkia e Tiranës nga Homeland Justice. Homeland Justice. Hakerat iranian. U fshin serverat dhe u mbyll website-i.
Ke ndonjë qëndrim? Mendon që kanë pas kohë ko luftet merrem me Bashkinë Tiranë. A janë vërtet, pra, sepse kjo më vjen kjo pyetje për ty. A janë hakera vërtet iranianë apo janë iranianët e Akshit të Ramës që fshin gjërat? Kam shumë dyshime që kanë pas kohë në ko lufte kaq intensive të merren me Bashkinë Tiranë. Shikoni se mos i ka fshin ndonjë nga këta që ka halle. Prandaj po them pra, mos janë këta të Akshit të Ramësit kanë. Vajti tani, ata janë në bombave në merren me Bashkinë e Tiranës. Nuk merren ata. Mund të merret një zyre caktuar, kurse do të merren ata. Për mua është një iluzion te imagjinatës normale të njeriu të shëndosh. Adriatik Lapaj. Po. Është gjithmonë kënaqësi të flasësh me ty. Faleminderit. Dhe unë do të them nga ana ime, kjo nuk angazhon askënd, që më në fund pata një sinjal goxha të fortë që ti do jesh kryeminist i ardhshëm shumë shpejt. Ti do më thuash pse me siguri apo jo. Kam një arsye që e them këtë. Ma thuaj. Sepse Adriatik, ti, ndryshe nga shumë të tjerë që kanë dështuar, arrite me shumë zgjuarsi, mençuri, me urtësi që të mos e mbash fjalën dhe t'ja lësh mandatin Endri Shabanit, po e mbajtë vetë, edhe pse the që po mora një do iki. Unë nuk njoh asnjë kryeminist apo president në botë që të ketë mbajtur fjalën dhe që ka arritur atë postë. Të gjithë kanë vajtur në atë postë, nuk kanë mbajtur fjalën dhe këtë po ta them seriozisht. Të mbash fjalën politik është humbje e sigurt, të mos e mbash dhe të ecësh para është fitore e sigurt. Po ku e di? A je dakord me këtë? Disa gjëra. E para një Unë i rash shkurt, sepse nuk duhet e i kthehem polemikës, në base të kam bërë në për ekranet tjera u këqën. E para një Për këtë arsye do bëhesh. E para një se nuk e mbajt e fjalën. Dhe mua kjo më gëzon. Më dëgjoj tani. E mban mend mesazhin tim që të nisa. E mbaj mend. Ç'të thash? Këtë më the pak. Se mos bësh gaf thash dhe nuk shkon atje. Se mos bësh gaf thash dhe aty dhe mban fjalën. Ti dhe mirat. Duhet të shkosh në parlament. Ti dhe mirat të tjerë më çuat thuaj se të njëjtin mesazh. Po asnjë nuk të tha që s'duhet të mbash fjalën, përveç meje. Të gjithë më thanë që s'duhet të jesh egoist deri në pikën se ta mos përfaqësosh 64.000 njerëz. Po e para njerë çfarë është mbajtja e fjalës, se unë kam bërë një angazhim publik. Mos pas sqaro, mos unë e di. Po më për qytetarët. Edhe sikur mos i kishe bërë këtë angazhim. Nëse i kishe thënë s'duhet të kishe mbajt fjalën pra. Po më ta shpjegoj unë. Nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më të bukur se sa kur nuk e mban fjalën. Më dëgjon mua. Nuk jam dakord me këtë. Nuk jam dakord me këtë, unë e mbaj gjithmonë fjalën. Mos. Po ky është fakt. Mund të mbash fjalën për në disa kontekste të caktuara, disa fjalë, po jo të gjitha. Jo ato që kanë të bëjnë me karrierën tënde personale. Dhe atje nuk mbahet fjala atë. Je dakord me mua? Jo, nuk jam dakord. Po s'do bëhesh kryeminist nëse fillon ta mbash. Le mos të bëjmë. Ajo që po them. Mos më zgënjese, unë nuk gëzova shumë. Unë nuk gëzova shumë. Nuk po të zgënj. Dhe thash, ky do jetë kryeminist i ardhshëm. Jo, ajo që unë po them është tjetër gjë. Unë mendova se the që do bëhesha kryeminist i ardhshëm për faktin se mora pa bler vot 64.000 vota, mora pas të fort 64.000 vota. Ato i kam thënë para se të vishtin në studio. Ajo që unë po them është kjo. Unë them, ky është sinjali i qartë. Ja ta shpjegoj. Kjo që ke bërë me këtë gjë. Ajo që po bëj është po shpjegoj vetëm me 1 minutë. E para njerë unë e kam thënë atë fjalë në muajin diku nëntor-dhjetor, nuk e mbaj më saktë. Nuk ka rëndësi. Ku ne kemi qenë një subjekt që do të garantoj vetëm. E para njerë. Jo në koalicion. E dyta, në momentin që kjo ka ndodhur, kur flitet për një mandat, flitet për një numër votash që përpjestojnë me numrin e mandateve në Republikën e Shqipërisë. Dhe një mandat në Republikën e Shqipërisë ka dalë me 10.000 në këto zgjedhje, 11.000, 12.000, Qameti 13.000, por kjo ka qenë. Ne jemi sot në kushtet e 64.268 Ka mundësi të bisedoj bësh me miqtë e mi kur të vinë pasaj gazetarët? Okej, dakord, mund ta bëjmë. Se gjuna i ta përsërisim prapë. Unë e bindur do të pyesim ti ata. Mund ta bëjmë pastaj. E treta, që jo, mos ta thuaj pa. Se do ta thuash me ata më ç'ke? Dakord. Unë kisha thjesht këtë gjë me ty sepse nuk dua të futesha në më thellë, se e di që do hapet kjo bisedë. Okej, dakord. Dhe ta thash me sinqeritet, nuk ta thash nuk është as batut asgjë. Për mua është shenjë e qartë dhe kjo nuk të angazhon ty, kjo i them unë tani, më angazhon vetëm mua. Kështu i thjesht nuk ka nevojë të më kthesh përgjigje. Kufoma jote e parë në politikë quhet Endri Shabani. Dhe tani jam kurioz të di cilat do jenë kufomat e tua të ardhshme. Se ti e di që të ngjitesh atje lart, do të shkelësh mbi kufoma. Simbolikisht po flas. S'është e vërtetë. Mund dhe fizikisht edhe pas here. Ka ndodhur. Po le të themi simbolikisht ti jam i brenda. Absolutisht s'është e vërtetë, përkundrazi. Për shembull janë i bindur që Endri Shabani për shembull tani është tym, nuk të flet ty. Jo, unë e kam takuar edhe para pak ditësh. S'të kam thënë gjë? E ngatron, pra është e para njerë. Dhe njerë, mos të thuaj që duke thënë ti atë gjë pavarësisht nga konteksti, nuk e ke bërë atë të ndëroja, i ka ndëruar për burr. Kur ke thënë ti që unë po morëm njërë, nuk do hyj ai tjetri radhë. Shabani do të hyjë në parlament. Si do hyj? Po do hyjë sepse
e para njerë ne në këtë betejë jemi më të rinjt, ekipi më i rinë në Po kur do i kur? Atë ta shpjegoj tani. Pas 4 vjetësh. Po dal pra të ta shpjegoj. Ne jemi ekipi më i rinë në Republikë. Po? Që do të thotë, ne kemi hyrë një rrugë pak thimë dhe një rrugë të gjatë. Dhe jo vetëm zoti Shabani, po zoti Soko e me radhë do të hynë në parlament. Sepse kjo është një rrugë e gjatë që një ditë do të drejtojë Shqipërinë. Po mirë, do hynë. Mund të hynë. Po mund të mos hynë. Po këtë jesh i bindur që do të hynë, se s'ka arsye pse mos të hynë. Në rregull pa. Sistemi është qarë, ne kemi marrë një numër të konsiderueshëm votash, janë rreth 80.000 vullnete, sepse janë 64.000. Ju morët, po ja do flasim tani. Ju morët, po mori dhe Ramsi 83. Pra kjo është çudia e madhe. Po. Morët ju, 64 të ti, plus dhe të ati 70, sa jeni gjithë. Morëm 64, një 15.000 të pavlefshme rreth 80.000 votë. Okej. Po mori dhe ai shumë. 80.000 vullnete, si më thënë. Megjithatë, kjo është një bisedë që do ta bëjmë tani. Kur të duash. Sot është data zotrin 20 gusht, 20 gushtash, 20 qershor. Nuk e di pse, e imagjinova veten në gusht. Madh për pushimet? Ndoshta. Ora është 21:17 minuta, jemi live. Ky emision quhet Zonë e Lirë, sezoni 22, episodi numër 900, Ledio, 985. Këtë emisioni mund ta shihni të plot në YouTube, por dhe në live stream tani në këto momente. Ora është 21:17 minuta. Dhe unë të ftoj në studio duke kaluar anash që mos dalin kamerës para. Sebastian Zonja do ulet në krahët e Adriatikut, i cili është duke ardhur, Marsit Gupi në krahun tim djathtas dhe Flogert Muça në krahun tim po djathtas. Mirë se erdhë zotrin, ja ku e keni Adriatik Lapajn. Ka secili 5 pyetje. Secili nga zotrin ka 5 pyetje për ty Adriatik, sonte. Sa të kenë dëshirë. Sa të keni kohë. Për të bërë bilancin, për të bërë një bilanc politik të Shqipëria bëhet, por jo vetëm kaq. Edhe për të projektuar pak në të ardhmen. Ne filluam ta bëjmë bashk, po ajo që bëm bashk, unë shpresoj mos përsëritet nga çuna tu, që njerëzit marrin vesh gjithmonë gjëra të reja. Ora 21:18 Ledio, para se të jap fjalën çunave të bëjmë pyetje Adriatiku dhe të bëjnë debat ose jo me të, varet. E filloj me Flogert Muçën si gazetari, në fakt i vetëm në studio që është, le të themi, më pranë ideologjisë së pushtetit se sa Marsidi dhe Mendiotja ku ke Adriatikun, mbi 80.000 vota bashkë me pavlefshmet, vetëm me një deputet për shkak sistemit, cili do ishte Flogert bilanci që ti i bën Shqipëria bëhet dhe projektimi në të ardhmen, ke të drejtë të bësh 5 pyetje të shkurtra sigurisht, po munde pa shumë hyrje dale që të fitojmë kohë për Adriatikun. Rjesht apo Jo, e ke tira, tani është radha jote, pastaj është radha Marsidi, pastaj është radha Sebastian. Dëgjoj. Rezultati i Shqipëria bëhet ishte një rezultat pozitiv. I koalicionit Nisma Shqipëria. Më fal, Nisa Shqipëria bëhet. Janë tre subjekte mos gabofsha, Shabani dhe dikush tjetër. Lidhja për drejtat e punëtorëve. Po, se nuk është... Atë tjetër nuk e njohim. Kush është ky lidhje e punëtorëve? Kush është, se thua, lideri i kësaj partie? Do e ftosh, do të ta sjell, do të prezantoj. Po nuk njihet, edhe ti se mban mend emrin. Jo, e mbaj Marius, e mbaj mend, po nuk është njeri që ka një... Si ka mund të? Jam që ma kujtoj Flogeri tani. Mariusi është një... Marius, kush është ky mor Flogeri? E njeh? Ja të ta shpjegoj. Është një djalë i angazhuar me drejtat e punëtorëve. Marius, kush është ky? Ta mbaroj pra. Po mbi emrin më burr. Po ta mbaroj pra. Se mban mend. Po ta mbaroj more. Ta dia. Ta mbaroj. Ja arsye ty pse bëhet kryeministër. Si mban mend njëri nga aleatët, është perlë më burr. Ja më arsye ty. Më lër ta mbaroj. Jepi. Po them, është një djalë i angazhuar me drejtat e punëtorëve. Është angazhuar me pjesën e sindikatave të drejtave të punëtorëve dhe janë marrë kryesisht me sektorin e call centrave dhe me sektorin e punëtorëve në fasoneri. Pra ky që ka një lloj arlindçori apo? Po më lër pra, më lër. Janë një konglomerat, a ta mbaroj tani? Janë një konglomerat të cilët drejtohen nga një grup njerëzish, të cilët ndër të cilët është dhe zoti Ilir Xhemala e Merad, janë një... Por janë të respektuar, mund të thash asgjë. Po thjesht nga që nuk i njihnim, edhe nuk kanë dalë asnjëherë, prandaj për kaq thash një gjë. Zoti Ilir Xhemalaj është... Mariusi është i pari apo Xhemalaj? Janë bashk. Është konglomerat që vinë si pasojë bashkëpunimit mes fasonerisë, call centrave Merad. Morën gjë tek kutit se ata do kenë qenë ata kanë qenë poshtë apo jo? Nga votat, si rezultuan? Morën një numër jo shumë të madh votash, po morën. Okej. Nuk mund ta them fiks sa, po. Dakor. Flogert vazhdo vëlla.
Po thoja që rezultati i koalicionit të Lapajt nuk ishte rezultati i pa respektueshëm, pra ishte rezultat pozitiv. Por me që ka ardhur momenti që të bëjmë bilancin e Lapajt dhe bilancin e fushatës dhe bilancin e rezultateve dhe bilancin... Dhe më duhet dhe një projektim më shumë se dhe kaluar. Patjetër, dhe fjales dhënë, nuk mund ta bëjmë atë Fjalën e dhënë të lutem mbledhe se sqaron unë me këtë qëllim. Jo fjalën e dhënë, jo vetëm në atë aspekt. Dakor. Më dëgjoj. Nuk mund ta bëjmë pa patur parasysh të gjithë jetëshkrimin në kuptimin e deklaratave publike të zotit Lapaj, dhe këtu e kam fjalën për një deklaratë që unë dua ta nis me këtë, që zoti Lapaj ka bërë përballë kryeministrit në studion e këtij emisioni. Të zonë e lirë. Po. Po ka kohë ajo. Dhe që ta mbyll unë, pastaj vazhdo. Churchilli thot kush nuk mendim nuk ndryshojnë vetëm budallëj. Po thot dhe një tjetër. Churchilli thot dhe që nuk kam parasi politikan që konsumon gërnjeshtra dhe është bërë me dhimbje stomaku. Kështu thot Churchilli, është një shprehje tjetër. Tani Dëgjua, po një sekondë i themi Ledi, do dëgjua në transmetim kjo? besoj se po. Ledi është dëgjuar? Po, patjetër. Okej. Tani pyetja e parë në fakt është Adriatik, ke pas dhimbje stomaku? Jo. Okej. Kam dhe unë një pyetje për ty. Një të ri që futet në politik dhe konkuron, edhe për vajzën tënde, që vajza jote nesër të mos gjej një vend të shkatruar si ky që është sot, pa ilaçe në spitale, pa meritokraci. Mund t'i thot një të riu tjetër sharlatan edhe pse nuk e njeh apo nuk ka. Çfarë ka bërë ty që ti më ke qenë sharlatan? Pse të ka qenë sharlatan? Po. Zërbe. Po, sharlatan politik, patjetër. Kur më vasa, kjo më ka shpëtuar. Po, më bu. Se të Sharlatani për një, po mi thuj pak. Dgjoj. Kur i ke thënë sharlatan dhe ti më? Adriatik, ju jeni jurist, ja më ta them. Gabim ke bërë këtë sharlatan. Nuk kam bërë gabim. Për mendimin tim, po. Po nuk kam bërë gabim. Unë ti e di që të kam xhan Po shumë. e besoj më. Dhe aq më tepër kurse ke pas në studio nuk i thuhet tjetër sharlatan. Dgjoj, për sa kohë është aty ku është. Ty kjo të karakterizon pra, ndryshe nga të tjerët, vëlla. M'fal, a themi ne Rama ka një tufë me hajdut nga mbrapa? Jo, dakord. Ai ka Rama një tufë me hajdut, ne ju themi hajdut pa vendim gjykat. Jo a themi ne. Po. S'na bën syri tërë. Pra në momentin që del aty në Skarkier ku ka dalë Adriatiku, unë do them atë që mendoj dhe fjala sharlatan politik pra. E ke thënë për politik? Jo, e kam thënë se e mendoj që politikisht juve Je gazetar apo je politikan? Dëgjoj vllai. Politikisht ndjes që thash vllai. Më dëgjoj të lutem. Politikisht ta kam thënë në kuptimin e një koncepti politik që përdoret sot gjërësisht në botë. Dhe ai besoj se ka marrë aq për keq. Jo, po nuk e di, me sa duket e ka marrë për keq për sa kohë e nis duke thënë pse më thua mua sharlatan. Unë kam një detyrë të paktën në angazhimin publik për të përgjigjur për atë që bëj. Adriatik, unë dua të di. Cili ka qenë veprimi im që ty të është dukur sharlatanizëm politik? E po nis. Shumë falem. E po nis e po. Atëherë, për kufizimi për gjithë publiku, për kufizimi operacional i termit sharlatan. Kush është një sharlatan? Është ai që bën premtime populiste të pamundura. Mungesë ekipi, fuqizimi vetes si shpëtimtar, jo pjesë e zgjidhjes nga një strukturë e madhe, dhe kjo fjala sharlatan pra, vjen nga italishtja që do të thotë njëri që flet shumë po s'thot asgjë, pra manipulator, themi. Në këtë kuptim ka qenë përdorur në fillim fjala sharlatan për ata që shisnin ilaçe ilegale në rrugë, pastaj u fut në fjalorin politik, sharlatani politik, pra populist. E thon me llafe të tjerë. Po edhe? Tani ku është populizmi Adriatik Lapaj? Jepi. Në këndvështrimin tim. E para, populizmi Adriatik Lapajt është tek fjala transparencë. Na ka premtuar transparencë absolute për financimet e tij. Tani ka mbaruar, nuk e ka bërë. I vetmi që kem bërë. Në mënyrë absolute nuk e ka bërë, sepse për të bërë, mendoj, tani unë do të jap atë qasjen time dhe informacionet që unë kam mbledhur. Në informacionet që unë kam, nga gjithë ekspertët e IT-s, ka 2 platforma që ti mund bësh transparencë ekonomike. PayPal dhe të hapësh një GoFund. Të hapësh ti, siç mund të hapi Endrimexi nesër një portal, që të thuash paguani këtu, dhe kushdo mund të fusi emrin sido që ta ketë, dhe të hedhi lek sido që tjetë, por nuk bën dot asnjë pasqyrë në finale transparence sa ishin e ku ishin. Unë hyra dhe pash, ndolen 158 donatorë, nga të cilët 8 ishin të mëdhenj, që ishin mbi $1.000, jam korrekt? Po, nuk e di. Dhe jo, i pash për qenë korrekt me juve. Pra në këtë kuptim, unë kam parë që mungesa e transparencës dhe pse është propaganduar si gjëja
më radikalisht pozitive dhe diferencuese që ti ke me tjerët, nuk ka ndodhur. Tani ta bëjmë bashkëbisedim apo? E para, e dyta, Një sekondë, ti marrë mbyllet të financimin edhe të vazhdoj. Financimi varroi, pra. Po pra, te ky financim më ka bërë përshtypje një event. Eventi i Londrës. Kam hyrë dhe e kam parë. Ishte një sallë shumë e madhe. Nxinte deri në 750 veta ulur me karrige. Më shumë dhe çmimi aty shkonte deri në 15.000 pound, po varësisht çfarë merr, çmimi në qoftë se ti e merr për ditë të diel që keni qenë ju në 6 prill, shkonte nga 5 deri në 7.000 pound, vetëm me karriget pa fonin edhe pa këto tjerat mund shkonte te 9.000 pound. Tani e sakt, 7.000. Eksakt. Tani unë për këto se duhet mos gënjesh. Gënjeva gjykun? Jo, pra tani e sakt. Po. Unë tani dua që nga Adriatiku, ndryshe nga këta tjerë që marrin para dhe s'di çfarë bëjt, të më thot, Flogert, ja fatura vlla, ja kush ma ka paguar, në qoftë se e ke paguar veti, bi që të ke shkalu me 10.000 euro atë një tutje, se ke bërë besoj, kështu që edhe për këtë, unë nuk kam transparent. Atë mbarove? Për këtë kapitull po. Faleminderit. E para njerë, unë do prisja që Zoti Muça të hulumton të fuqishëm mbi financat e partisë pushtet, se është një... Na vi Rama këtu do bëjmë një të gjë. Ta mbaroj unë tani. Na kemi ftuar ty. Po unë të dëgjova, se unë s'kam detyrim që vinë aty. Qoftë se mbrojtja jote është sulmi, dakord. E para njerë unë kam marrë pa e ditur që do ishe ti, se po ta dija që do ishe ti me thënë drejtën nuk vija. Se më ke qytë sharlatan dhe unë nuk e pranoj kështë. Sharlatan politik. Jo, as unë se dija kështë. Sharlatan politik ose e përkthyer shumë që ju pëlqen juve populist. Sa po të lexova etimologjinë e fjalës sharlatan dhe ta zbërtheva në mënyrë gjustore, jo në respekt të qytetarëve dhe të vetes. Patjetër. Adriatik, dhe unë nuk e dija fare që ka pasur këto lloj polemika. Do të thoshja. Si thashun se me këto jesh, i thash me çunat. Më fal, shpjegimi i fjalës sharlatan. Ta mbaroj unë tani. Me gjuhë shqipe. O Arian, po unë s'kam marrë të merrem me zhurmusin e pushtetit tani. Lere tani. O tani, të lutem, o Flogert. A ta mbaroj unë. Ky është njeriu që po bën sti i vjetrit. Po pra, po. Është pyetja tjetër kjo. Lere, mos ndërpret. Ai të dëgjoj. Dakor, nëse mbrojtja e këtij është duke më sulmuar mua. Dëgjova. Po edhe do të sulmojmë se çfarë problemi ka? Po kompliment për mua. Atë për të po them. Jepi. Po ta mbaroj. Po s'do e kalojmë. Ndjes. Po preferoj të ma japësh përgjigjen. Para jap kamerës po qytetarëve. Se ti ke folur për herë për ata, jo me ata që ke. E para i vetmi subjekt politik. Që bën transparencë në Republikën e Shqipërisë jemi ne. I vetmi. Hapi të gjitha faqet e të gjithë partive nuk ka. Financimi i lëvizjes tonë është bërë përmes rrugëve bankare. Një përmes PayPal-it. E ke shpjeguar ti këto? Që i deklaron aty, publike, po aty te PayPal-i ai që e bën, ka dy opsione. Një që e vendos veten publik, një që nuk e vendos. Dikush do të kontribojë dhe nuk e bën publik veten, se vend tatimet nesër dhe e godasin. Sigurisht. Dhe i kalon aty edhe ajo i kalon në bank, kaq. Qartë. 158 janë ata që e kanë lënë veten publik. Po. Mund të jenë qindra të tjerë që nuk e kanë lënë publik, merret financa me atë punë. E para, e dyta. Aty mund të mos vendosësh emrin. Është gjë teknike po. Po mirë, më ta mbaroj. E dyta, përveç PayPal-it, bëhet dhe përmes bankës, po të vesh më poshtë ka direkt llogari bankare. Njerëzit e bëjnë direkt duke i kaluar në bank. Kur kalohet direkt në bank, nuk është transparente aty, sepse nuk e lejon sistemi bankar. Mund ta gjesh vetëm në bank. Sigurisht. Në bank ne kemi detyrimin të bëjmë raportimin në KQZ dhe raportimi bëhet për çdo të dhënë. Do bëhet tani është duke u bërë biles, tani që po flas. E para. E dyta, në lidhje me aktivitetin e Londrës, ne të gjitha por i kemi bërë dhe e kemi thënë 100 herë vetëm mbi organizimet vetë komuniteteve. Komunitetet janë organizuar, na kanë ftuar, kemi shkuar dhe ne kemi zbatuar ligjin dhe të gjitha janë duke u raportuar në KQZ, se tani isha fati 60 ditor. Pra nuk keni paguar ju për ato, kanë paguar ata që kanë organizuar. Po, dhe për këtë është mbajt fatur, rastin e Londrës, fatura për katse duhet këtë qënë në atë vlerë që tha, se zbritet dhe ajo që një 20% që e mbajnë ata për pjesën e dëmeve që më ndodhin. Dhe fatura është marrë nga personat që e kanë paguar, është marrë proces verbali i mungesës konfliktit të interesit, si që kërkon ligji i firmosur, është marrë kopje e kartës identitetit, apo pashaportës një nga të dyja, se e bën stafi i firmosur nga personi, këto dorëzohen në KQZ si praktik e vërtetimit të shpenzimeve të
subjektit, edhe numri i telefonit subjektit, që i ka bërë. Tani, për këtë, të jeni të bindur ju që nuk ka të dytë që i ka bërë me këtë korekcion raport me ligjë. As në raport me transparencën, as në raport me dokumentat. Tani, zotria, po ka ndonjë dyshim për këtë që thash unë, bashkë me ty, bashkë me çunat, të vi nesër, te zyrat, frasun financën e të janë vjerë Londrën, si që thash unë dhe ti t'jesh dëshmitar, dhe javës tjetër të thuash Adriatiku, e mbajti fjalën. Unë si të varë këtë, për mua së shumë që paguan. Tani, më e njohur dhe më e përdojnë Adriatiku. Sa jemi bë një pyetje se natyre, ka historikisht një në përgjigje. Hajde nesër, më falë zotri, e thënë do bëj transparencë. Nxirr të gjitha të ardhurat, merri nga banka, fshi pjesën e emrit dhe nxirr sa të ardhura ke, po bëje ti për publikun, jo për KQZ-n. Për KQZ-n e bën dhe Edi Rama, Sali Berisha, që marrin para korrupsionit dhe ne nuk ja dim. E po, ti këtë ke premtuar. Jo, unë kam premtuar këtë që po të them. Atë nuk e di ti, e di unë. Është çështje stomaku, kjo s'ka thënë Çurçilli domoshta. Që nuk ka dhënë stomaku pavarësisht çfarë. Stomaku jot bluan aq shumë sa mban ilaçet e munguara të leuqemive të fëmijëve të këtij vendi dhe i del në mbrojtje një pushteti që vjedh ilaçet e fëmijëve. Tani më dëgjoj mua. Nuk po mbroj pushtet. Më dëgjoj mua këtu tani, po përgjigjem. Pafuqia jote për të përballur me pushtetin. Sa po tha pra, Berisha dhe Rama tha, financohen nga korrupsioni, nuk e dëgjova çfarë. Po ti nuk e dëgjova çfarë. Pra ajo që po them është. Mi po shumë e rëndësishme kjo. Po pra po. Ndoshta si bën përshtypje më çan. Ajo që po them është. Se ti e ke hapur atë, ti e ke hapur. Jo, po mund të ndodhi me këtë do dhe mund të jetë tyrë normë. Mund është kjo. Ajo që po them është kjo. Ore, diferenca mes jush dikush është. E mo ta them. Blogerti thot pse s'del ti Adriatik me stafin tënd në ekran thot, dhe bësh transparencën. Ndërkohë ti kur e ke thënë atë, nuk e ke pasi do dalë tani dhe do t'rregoj faturat në ekran. Po e shpjegoj tani. Ata që janë të interesuar ti gjejnë në KQZ dhe në bankë. Çdo ditë të dalë. Po kush diferencë? Po zotri, çfarë bëj unë? Çdo ditë dal sot them na soi filani dhe filani, nesër filani. Jo mo zotri, ke dal ke bërë podcaste nga 6 orë në ditë. Ta mbaroj unë tani. Një gjysorsh thoje fsheh pjesën, fsheh të duash të bësh një parti, do jo, bëj atë që ke premtuar, jo si që dua unë. Unë është kjo që do them tani. Dhe prandaj se nuk të kanë besuar, ke marrë 6.000 vota. Jo, unë kam marrë. Më pak i votuari. Ne kemi marrë 64.000. Si ka marrë 6.000? Deputeti më pak i votuar në parlament. Kushte? Adriatik Lapaj. Mirë, ta mbaroj unë tani. Si që ka Ja do ta them unë, po të mbaroj me transparencë. Mirë, ta mbaroj unë. Dakor. Me shifra do flas. Provoje ti një herë dil si unë edhe do ta shohim. S'ma mban mua. Ashtu. Tani mua që ma mban. Andaj kam zgjedh këtë vend unë. Më lër tani, se a erdha të Se dija që ishit shkuar ka i pellë ju të dy, po ta dija të gjithë dhe kësha thënë. Dhe kësha thënë Adriatiku, so unë tani ndija me një që keq. Po ta dija që do ishte Flogerti nuk do vija. Po jo, ma nuk merem unë me njërës që të qujnë... Ore, unë nuk e dija, seriozisht ta them, vla. A ta mbaroj unë? Unë nuk e dija që ka thënë. Bie ka remit Adriatiku ti? A ta mbaroj unë? Po ta dija, e dija Adriatiku. Unë duhet ta mbaroj tani. Jepi. Unë duhet ta mbaroj. Ç'do marrosh, më këtë financimit e fe jemi dakord. Po deri në fund për qytetarët. Se sa kohë tha duhet ta shkoj. Kur do të bësh transparencën? Kjo që është bërë çdo ditë dhe po them, finalja thirret auditi me ekspert të KQZ-s. Vjen auditi, i vendosen në dispozicion faturat, në fund bëhet raporti auditit, ai bëhet publik, që thot kanë hyrë kaq, po më ndjek. Po ty po ndjek. Kanë hyrë përmes bankës sipas ligjit, janë harxuar kaq dhe janë harxuar për aktivitetin filan, për këtë, për udhtim, për biletë, me radhë. Tani kështu bëhet në gjithë botën. Bëhet përmes transparencës së raportet. Në institucione. Sepse vjen eksperti dhe bën dhe thot në fund, e ka bërë sakt, se ka bërë sakt. Dhe bëhet transparent finalja dhe thuhet, kanë hyrë 100.000 euro, janë harxuar 100.000 euro me fatura. Kjo është. Iku. Vazhdo zotrin e pjesën e dytë. Sa i përket shifrave të votave të zotit Lapaj. Nga të dhënat që unë kam, që janë publike xhanëm, ju keni marrë 64.000 vota. E 268, po të shënë si ka, po. Nga këto, 12.000 kanë qënë për subjektin Shqipëria bëhet. 12.000 kanë qënë për numrin 6, për koalicion. Po pra për subjektin. Po jo vetëm Shqipëria bëhet, se është nisma koalicioni Shqipëria. Po nisma, ndjes, po pra, numri 6. Për subjekt, për 6. Super korekt, për 6. Ndërsa pjesa tjetër e votave, që i bie 54.000 vota, kanë qenë për kandidatët, që sigurisht janë vota edhe për subjektin automatikisht, numërohen vot për koalicionin tuaj. Në këtë kuptim, Shqipëria bëhet, nisma Shqipëria bëhet, koalicioni i zotit Lapaj dhe i zotit Shabani dhe i Mariusit, Marius Malej, kanë marrë 12.000 vota si subjekt, si shka marrë PD-ja 500.000 e tjere,
Dhe ajo që unë kuptoj është që numri i madh i votave që kanë marrë kandidatët, më lë të kuptohet që është më shumë votë që kanë punuar kandidatët e zotrinjve në terren, se sa vot e brendit Nisma Shqipëria bëhet, e logos të zotrinjve. Dhe nga gjithë ky kalkulim, pra 54.000 i ka Azmeri, i ka tjetri dhe 12.000 ka logoja e këtyre, ajo që është interesante, është që zoti Lapaj del deputet me 10% të votave që ka marrë subjekti, që kanë marrë gjithë kandidatë. Po, 10%. Pra del me 6.000 vota, për shembull. 6.900. Ilir Ali Mehmeti, 7.000. 13% do me. Po, pra. Ilir Ali Mehmeti ka marrë 20.000 vota. Po, Jashtë. Edhe? Ku di unë, Qefalia ka marrë 8.000 vota, është jashtë. Pra, në kuptimin moral të fjalës, jo ligjor. Po. Ti nuk e arritur do të pragun e Tiranës për të shkuar dhe për të marrë mandatin në Tiranë. Po. Sepse për shembull, Adriatik Arlind Qori ka marrë në zgjedhjet e 2023-shit edhe në këto zgjedhje si subjekt dhe si vetë si kandidat për kryetar bashkie. Vetëm në bashkinë e Tiranës, jo në qarkun e Tiranës. Po. 13.500 vota. E ka marrë mandatin. Sigarojaj. E ka marrë mandatin e tij. Sigarojaj tani listat mbyllura apo të hapura? S'ka rëndësia jo. Jo, ka. Ka rëndësia jo se pastaj dalim te ai premtimi i mbajtur i Churchillit. Cila është Thaçani. Cila është pyetja? Pyetja është, ndiheni mirë me veten kur shihni që keni marrë më pak vota se çdo kandidat në listë të hapur që është sot në parlament? Okej, faleminderit. Absolutisht. Po në listën e tij të gjashta është i pari, se ti më the që ka dalë. I pari është në listën e tij, po në krahasim me në qarkun e Tiranës, për të marrë një deputet, i bie subjekti partia, i bie 13.000, po pra po. Po kryetari nuk ka arrit dot të marri as 13.500 që duhen për mandatin që merr subjekti. Faleminderit. Pra i ka marrë Qori si kryetar bashkie. Individualisht thua ti. Po patjetër mo. Pra shkon në parlament zotëria nesër. Po shtregon kjo. Fal, shkon në parlament zotëria nesër. Nga 140 deputetët që janë aty, njeriu më pak i votuar është Adriatik Lapaj, me 6.000 vota, 7.000 vota. Po ti po flesi kur gjithë sistemi i hapur, se nuk është i hapur, është 6.000 i hapur. Po ti ishte gjithë sistemi i hapur, ke drejt apo? Ky është argument Nëse jepi. Ky është argument kaps intelektual, po e shpjegoj unë pak. E para njerë, krenaria ime më e madhe sot, e për cilën unë ndihem pafund i lumtur, është që në raport me gjithë të tjerët unë kam garuar listat hapura. Po. Unë nuk u futa në listë të mbyllura atje, po garova i 18 në Tiranë listë. Qartë, vërtet është. E para. E dyta, siç e tha zotria, deri dia akuza më e madhe që kam pasur është që ka një parti individ, apo jo. Sot akuza që po më bëhet është që pas ka dhe të tjerë në parti që pas kanë marrë vota. E treta, siç e tha zotria, unë pas ka marrë 13% të votë, të gjithë votave totale i ka marrë në emërtim në Tiranë. E dini ç'do me thënë kjo? Kjo do me thënë që zoti Rama në emrin e tij si kandidat, po të garon në listë hapur, duhet merrte 100.000 vota. Pra, po të marrësh 800.000 vota që ka marrë PS-ja, me 13% sa i bie, duhet merrte 100.000 vota në emrin e tij. Në rregull? Që si merr kur? Nga 500 ta mbaroj unë tani. Ta mbaroj unë tani. Pra, unë kam marrë nga totali votave të partisë, pa bërë asnjë ditë fushat në Tiranë në kuptim. Qartë. Kam dalë një 2-3 herë, po fushatën e kam bërë kombëtare. Nuk jam fokusuar te emrim. Pe ndonjëherë ti thosha unë votoni Adriatik Lapën. Jo, qartë. Votoni 6. Dhe të gjithë dinë te flogerti pak që ato vota nëse kanë vajt 64.000 ca, ti flogert, ti e di që po mos shetiku nuk do ishte aq apo jo. Këtë tani mos shihem brapa kishte. Është krenari e madhe për mua. Ti e di shumë mirë, siç e dim të gjithë ne këtu, dhe këtë se them për t'ia bërë qefin, sepse të gjithë e din. Po mos ishte Lapaj. Do mirte 64.000 ca vota po tani. Isha votues në Lezhë, Andrea Shtjefnin do e votoja të Adriatikut. Po pse s'te para zgjedhjeve që Adriatiku ka dhe Andrea Shtjefni? Me qira llafi. S'ka njeri. Me qira llafi. Përpara zgjedhjeve, unë kam bërë ndoshta e gabim që nuk kam përdorur sharlatanin politik dhe e përdora pas zgjedhjeve për qenë i ndershëm me ty. Ecim para. Gjithsesi, ecim para. Unë kam detyrë ndaj qytetarëve. Ky nuk ka detyrë, ky ka detyrë ndaj tjetrit. Jo, kam detyrë ndaj njerëzve. Ti po flasim për detyrën. Le mos e bëjmë polemik kot. Jo, po jo polemik këtë, pyetje tjetër pra. Po të flasim për polemik atëherë. Unë prap po e respektoj dhe po i përgjigjem. Po dëgjoj. Unë them që e ke dhe për detyrë
Të tjerë që se bëjnë janë dobët. Po s'ka që unë e bëj. Ky është mendimin, ti pastaj bësh duash. Mua Po qetësi, pra bravo i qof, pse më çfarë i bën ai? Nuk po kuizon tani. Që po gjuaj me 12.7. Nuk po i thot as vota janë vota. Nuk po i mos egzagjerojmë. Me pyetje. Po pra, thelbi është ky që kur e hapa me Churchillin, që ja fute shumë bukur Ramës atëherë tek Çani. Po. Dhe ajo ka qenë ndoshta trampolina dhe ky emision fakt ka qenë trampolina e merituar e jotja më e madhe dhe për këtë besoj je i vetëdijshëm. Mu bë shumë qefi që i doli dikush kryeministrit përballë dhe i tha je një gënjeshtar që gënjen për ditë dhe nuk dhem barku, pra dhe vjen momenti mas 8 vitesh që ti Jo, më pak. në 2017 ka qenë. Jo, më pak. Kur ka qenë sonse më? 2022-shin, 2022-shin, po. Falë se kam hapur këtu. Protestat e çmimeve. Je i sakt para 3 vitesh. Po, më Para 3 vjet. Pas ka ardhur më shpejt dita. Unë jam gjithmonë Pas ka ardhur më shpejt dita, absolutisht. Edhe unë prandaj ta vendosa. Pas ka ardhur më shpejt dita kur ti u zotove para ekipit tënd dhe para publikut shqiptar që ti je idealist, e thoi edhe te Bruna Çifliku, dhe ishte fantastike si narrativ. Jam idealist dhe jo pragmatist. Po. Edhe vazhdoj të jeme, do jem derisa të kem frymë. Dhe Ndryshe nga ty. unë mendoj ndryshe nga Çani që në momentin e parë që ti jepet mundësia të tregosh që je idealist dhe jo pragmatist, Po. ti zgjedh të nxjerrësh një zonjë super të nderuar në këtë studio që të thotë nuk e lëm ne Tikun ta lëri mandatin dhe jo të dalësh vetë Për këtë dhe Për Dorinën. Dorinën se ka sjell Tiku e mora unë. solli. Pra, Ashtu folja jo. Po s'e ka dërguar Tiku. Ka rëndësi, nuk e ka dërguar. Tiku s'ditë që fare bile. Pra la nuk ka rëndësi mo. Nuk doli Po vetë. edhe ti ç'ke që i futesh tyre detaje. Nuk doli, po jo po i Mos i futëm. fut. Jo. Futëm. Mos i fut tyre e solle. Në parlament, ta oke, bjeri Jo, kam hall Më thuaj. që në qoftë se ti Kaq të merre keni që të vetë. Ore, shqyqy që është flogerti vllazë. futi në parlament? Nuk ka njerëz Në që parlament? të bëjnë Jo, e keni ose i bëjnë keq. Ai të paktën bazohet diku flogerti. Po le ta mbarojmë. Mirë keq, po. prandaj bëj referenca më burr. Ore zotri ti e korrekt. Ore unë e di shumë mirë ti gjë, mo. Tani, Nuk ka rëndësi. Unë them Qëndron premisës, pra. A ke frikë? Po. A ngurron? A je në dilemë me veten që në qoftë se e shkel fjalën e parë të dhënë që i ke dhënë publikut dhe rasti i parë që t'jepet për të mbajtur një premtim i bie që ta shkelësh siç ta Çani. Ke dilemë me veten që kjo Po këtu e quhet gjë të mirë. Po prapë unë po e them. Unë them që ai se mafianë bëhet këtu patjetër. A ka dilemën që kjo mund t'i kthehet bumerang dhe të thonë ata pastaj që edhe ky qen ka si gjithë tjerët? Unë kam një... Dhe këtu më duket mbaron flogerti. Po këtu mbarova. Mbarosh flogerti. E gjashta ishte e shkela pak. Falenderoj shumë po. Zoti Muça, e para njerë... Zoti Lapaj. Po ta mbaroj unë, po i përgjigjem. E para njerë, unë kam thënë një fjalë si që e cituat, në rregull, dhe ai kontekst lidhet me numrin e votave që merr një mandat, sepse nën kupton që në momentin që ti merr vota sa për një mandat, nuk ja vlen kjo rrugë, sepse njerëzit nuk kanë më shetur. Por ne jemi në kufit të një fakti që do ishte në nderin tënd ta theksoje. Çfarë? Me kaq vota sa kemi marrë. Mund të merrni 17 mandate me një sistem tjetër. Po Me ti kaq- këtë nuk e ke dëgjuar kur unë e kam ulëritur në për A ta mbaroj studio. unë? Jo pra, se nuk mund ta mbarosh se je i pandershëm, Adriatik, të lutem. A e di pse? Do ta Jo, mbaroj tani vetëm një fjali. do ta mbaroj përgjigje. Më përmend sharlatanin dhe nuk më përmend kur unë jam të erdha me kandidatin e zotrisë të Fierit, që unë i them që këta meritonin me këto vota 17 mandate me një sistem tjetër. Po këtë nuk e përmend dot Adriatiku, 17 jo. sepse unë jam ai që i shërbej regjimit. Ta mbaroj unë tani. Mbaroj. Çu është pa kur shofi bardhëzi. Normale, por edhe ti mos u bito, por. Prandaj ngelin mi mandat. Ore gjithmonë fjalë tek qia, fjalë tek qia mbeten në mendje, o plaks, më të fjalë të mira. Do vazhdoj të them këto dy. Ta mbaroj unë tani. Mirë, vazhdo thuaj, jepi ti. Ti paqen me ndërgjegjen tënde duke bërë atë që bën, e ke tënde, nuk kam probleme unë. Dhe secili e ka me veten. Po ajo që unë po them është kjo që po të them. Në Vlorë, Partia Socialiste me 64.500 vota ka marrë 9 mandate deputeti, 9. Po. Ndërkohë ne me të njëjtin numër votash kemi marrë 1 mandat deputeti. Dhe kjo tregon problemin e madh të sistemit. Kjo tani u konfirmua. Ashtu. Që ju e dini që është ky sistem, Tani, e dini Patjetër më po u provua. Po ndryshe nga ty, unë kam zgjedhur që të luftoj përballë një sistemi që është i padrejtë
dhe kam luftuar në 2020-ën kur mlodha 50.000 firma me Pano Sokon e Endri Shaban me Merad dhe i quam dhe u vu hersi se u qajnë qik sistemi një gërvishje, nuk ndalëm, po mlodha 21.000 firma dhe e qova në parlament për të hapur sistemin, inflacionin e fjalës unë vazhdon ta ketë. Të lutem. Po unë i përmenda me emra, Pano Soko thash, Endri Shaban, Merad. Tani ajo që po të them është, quam dhe votën e diasporës dhe ajo që bëm është në vend të bënim teori, kemi zbrit dhe po luftojmë me mjetet që kemi, për të sjellë një farë ndryshimi. Tani, me që se ke problemin e fjalës së mbajtur nga ana ime, jo se kam problem se nuk janë votuesi juaj, dukshëm. E pra e. Atëherë, leri ata që janë votuesit e mi, të detyrojnë ty të mbash mandat. Ata që janë votuesit tanë dhe të mit, që të vlerësojnë atë që ne do të bëjmë dhe të përgjigjem unë në vazhdim. Tani, nëse ke ndonjë hall tjetër, mund ta thuash, po... Dua të them vetëm faleminderit, ishte shumë kënaqësi polemika. Faleminderit shumë. Mua pëlqeu shumë debati. Unë të them me përgjegjësi të plot që si të rinj, po jo për shkak të moshës, po dhe në koncept, unë personalisht nuk kam përdorur kur fjalë fyse, shpifse, apo balt... Atë, mundëm t'ja themi... Të lutem, më lërë. Them Adriatik që t'ishtë qetë. Unë kam përdorur me kuptimin që e thash që ta shpjegova dhe si etimologji fjale. Në qoftë se je fyrë në atë kuptim që po thuaje, po ta them unë të kërkoj ndjes. Por ishte në kuptimin... Faleminderit, ishte në kuptimin politik të fjales të populistit. Më dëgjoj Adriatiku. Dhe këtë po e them, absolutisht ndjesa pranohet se burri fjallën ka në funditës. Nuk kërkojnë ndjes tani, qose e fyrë vërtet nga këta nuk fyrë. Unë besoj që është fyrë tani, se po e përmend shumë tani. Do të ta them. Absolutisht do të ta them pse. Po ti se përgatitur që do t'i gjosh? Absolutisht. Shiko, jo, me e thënë këneta, se shfare problem. Ti thua varet kush ta thot? Varet kush ta thot. Nuk e pisi nga Flogerti. Absolutisht. Po ishte në kontekst në analizë, nuk ishte që... Po ta shpjegoj, Arian, nuk lidhet me mua. Në fakt, në jashtë konteksti i Fera Shalatan... Po ta gjosh videon e plot, ajo është një analizë populist. Kjo është një rezistencë. Unë e bëj edhe për fëmijën e Flogerit dhe për time dhe për të gjithë këtu. Pse? Sepse nëse ne Brezion e trajton politikën si një frëngji ku ti lëshon balt pa fund dhe ti trëm këdo aspiroj politikën, politika do vazhdoj të ngelet domenit të ligjve. Që të bëmi më të mirë të rinj, duhet të praktikojmë njëri tjetër. Po pa përdorur terma, thotë. Që ne ti hapi mundësi djemve dhe vajzave nesër, që janë sot nga 18 vjeç, që të futen pas 10 vjetësh. Të mos e shohin si sëmundje, po ta shohin si një terren ku përballojnë i det, më kundërshtohet i det gjithë ditën. Po këto terma, 99% e popullsisë e merr qartë. Përtej që ujmi qaj mund këtë pas. Se nuk rekuptojnë. Po, në thuaj populist, po, ulem ta shpjegoj, po jo sharlatan. Populist është dhe sharlatan, po u byll besoj ky debat, një sqaruar çfarë. Ti e di se ke quajtur me sharlatan për këtë ambientin ku punojnë kështu njerëz të medias. Dakor Mërçan, po ti e di që duke ndonjur shumë me gupin, jam infektuar pak edhe në lexime tjera që kanë të bëjnë me për të shkuar pak përtej me metaforat dhe me gjërat, e kupton? E di, po, personi që preket nga fjalë ka drejtë të reagojë kështu. Pra dhe unë atij që preket i kërkoj ndjes. Dhe një radian. Rezistenca ime se na dëgjojnë qytetarët. Nuk lidhet me mua. S'ka fare problem. Unë po ta kisha të standard, fjoja i kthehesha vëndshe edhe unë se kam marrë, as i kam shkruar një mesazh, as i kam marrë në telefon, ai fakt. Jo këtë po asnjë. Rezistenca ime meqense erdhi rasti është për parimin dhe po ta them për modelin tjetër që ne duhet sjojmë. Se po filluam ne pastaj me të njëjtin kalibër balte, është inflacion i madh, në fakt krijohet inflacion, sa më shumë të përdorosh shumë terma, sa më shumë fyerje e gjëra kështu ndaj ad hominem, domethënë personale, po ta bësh re bie dhe besueshmëria në politikë, çudi e madhe. Ka dhe një gjë. Për shembull jashtë nuk përdoren, po dëgjoj në vendet vërtetë nuk përdoren. Absolutisht. Ka dhe një gjë. E them për çunat, i thash njërit erdhëm le dio. Takova një gazetar në tentativë një ditë. Se s'është gazetar. Po, e vërtetë është. Edhe i thash, ças kishte thënë, edhe më doli para, po kur të dalin para për si u ndryshe. Po jo, po e kisha ashtu, po kështu i thash, dëgjoj thash. Më gjuani me poëmba, i thash. Shke shkruani, i thash. Mos më bjeri, thash, me spatën e së keqes.
se ti ha buk me mua, mërë zotri. Se po si isha unë në këtë betej, ti nuk i hyn fare në punë pushtetit. Lere këtë histori. Mos të trajto sikur unë u trëmbë që të kam përballë. Jo, po them, lere këtë histori, mua më kundërshto, Arian, më kundërshto, më bëj oponencë, më gjuaj, po më susiu kategorik në balt, sepse balta zotri nuk të ndihmon. As për bukën tënde. Po mos isha unë. Po s'do haje bukë mos e si duash Ato që pushtetin. janë bukë me Berishën, pra. Po të mos jetë Berisha vdeset e disa tjerë. Kështu që E njëjta gjë nga ana tjetër. kështu që lera atë muhabet Bajmë fort mendin. Unë se di se unë abu... Po prap Flogerti është shumë i zgjuar nga të gjitha. Pavarësisht se dihet që qëndrimi i tij politik në parim, nuk është bardhëzi Flogerti. Pa, Flogerti mund ta dëgjosh duke i thënë dhe Ramës i korruptuar, gjë që zagarët e tjerë mediatik që ka Rama nuk e përdorin kur. Janë gjithë Flogerti nuk hyn te ajo kategori, kështu që ka një ndryshim. Po mos të shohësh. Po mos e shih bardhëzi vëlla. Dëgjoj, ka dëshmimtar çdo qytetar që na dëgjon. Unë as e shava Flogertin. Reagoj Heno direkt u ngrit. Unë as e shava Flogertin. As e fyva. Në fakt ta vetëm përse. Mbajta një qëndrim shumë parimor. Besoj. Jam dakord. Dhe është në nderin tim ta mbaj. Deri këtë moment se një që do më shinte do thoshe or zotrit ka thënë ashtu, sqaroj këtë fenomen. Dhe lidhet dhe me rinin po të them. Intelektualisht e shpjegova për kufizimin operacional të termit sharlatan politik. Intelektualisht, akademikisht si e do. Pastaj në qoftë se personalisht, njerëzisht, nga ana humane i e prekur, unë e thash fjalën time, ti e the tëndën dhe ishte shumë kënaqësi. Ti je i papar më burë, je i papar. Shiqyr, të thash, shiqyrit kam ty vlla, se të duke i qenë nga ana tjetër e lumit, i thua ca gjëra vlla. Marsidi dhe Sebastiani, për shembull, janë tjetër filozofi komplet, nga që nuk janë të thuash. Po pse do ishim tre pastaj? Po të ishim i lloj. Prandaj është. Sepse për shembull Marsidi nuk bën dot. Pa ti mund ta bësh partizani një moment. Për një çështje të Kur e besoj diçka e bëj patjetër. Po, dhe nuk tërhiqem kur i them. Edhe siç e bën atë, i e gatshëm ta bësh edhe nga ana tjetër. I bën nga dyja dhe kjo pra të mban në treg. Sebastiani dihet është tjetër formul, edhe Sebastiani ka ideologji. Majtës e Sebastiani. Edhe Sebastiani deri tani preferon të mos japet, të mos mbaj qëndrime pra. Më shumë është tek pjesa e nuk do të mbaj qëndrimen, sepse thotë që ore, një sekond, s'ka ardhur akoma momenti. Ka të vetën. Marsidi dihet, do të dëgjojmë tani, Marsit me qëra fjalë. Po jo, po një sekond, Ragongu Marsit. Dakor. Ragongu, dërkojnë ndjes. Ledio, jemi me Adriatik Lapajn. Shumë i them Ledios, në fakt i them publikut. Ledio jemi me Adriatik Lapajn me Sebastian Zonjën. Sebastiani ju e dini është gazetar plus në MCN. Flogert Muça është gazetar dhe ekspert komunikimi. Ka faqen e tij portalin lexo.al. Arsit ky është me diot. Po, atëherë siç e ka thënë dhe një nga baballarët e historisë, Polybius, i cili është një nga historianët dhe filozofët e shekullit 2 para erës së re, dhe është shumë i famshëm për librin e tij. Para Krishtit thuajmë. Po, ose para lindjes Krishtit, është i famshëm shumë për librin e tij historit. Ai trajton hilet, intrigat e pushtetit, është parendës si Machiavellit, si pjesë e elementit ose e ciklit natyror të pushtetit dhe ose diçka negative ose si ta them unë mungesë idealizmi. Ai ka këtë formulë, nëse dikush thotë ai do të bëhet mbret ose do të bëhet kryetari i ushtrisë ose prisi i qytet-shteti. Se në atë kohë Greqia ka qenë me qytet-shtete. Ai thotë duhet të sakrifikosh një alat, të bësh mik një armik dhe bashkë me armikun të mundi një të fortë ose një të pushtetshëm. Interesante shumë. Atëherë unë dua të di se pjesën e parë e zaruat duke i thënë që ku forma e parë që ishte bashkëaleati i Tikut. Kush do jetë armiku që ti do të bësh mik? Dhe këtu mund të them disa opsione, është Agron Shejaj, është Alin Çorri me të cilët ti ke pasur një kundërshtim të fortë si forca të reja politike, dhe cili do jetë i pushtetshmi, dakor, dhe cili po prapë armiq jeni, dhe cili do të jetë i pushtetshmi që dorëzoni për të filluar, le të themi, ortekun e parë për të qenë afër pushtetit. Pra pyetja është me kë do bëhesh, me kë armik do bëhesh? Do bësh dhe kë dorëzosh të parë, Edi Ramën apo Sali Berishën? Pyetje konkrete, shumë e bukur. Duke ju referuar antikitetit duke kontekstuar. Shumë e mirë raport me fushën që Marsidi mbulon. Po jo vetëm ai, dhe me ligjësitë e politikës. Ato janë nuk kanë ndryshuar. Është cikli natyror i politikës. E përmendë zoti Shabani prap, zoti Shabani është i bashkëpunëtor i imi dhe zoti Soko. Shumë i gjatë në kohë. Domethënë ne kemi të paktën 11 vjet bashkëpunim. Ne kam ndjehur, po. Në faza të ndryshme të jetës, por nuk kemi pas një koherencë njerëzore qytetare gjithmonë. Dhe ti jesh i bindur ti që me të dy çunat, zotrinjt
do të kemi një bashkëpunim të shkëlqyer deri në fund. Sepse keni qenë bashkëvuajtës. Thënë tamam, nuk jemi dy palë, jemi një palë, me thënë drejtën, në kuptimin e idealeve, aspiratës e meradë. Keni qenë dhe bashkëvuajtës nga sistemi, nga fenomenet. Qartë. Po Libi e ka dhe antidotin e kësaj. Thotë nëse nuk ikën nga vuajtët e së shkuarës, nuk abuzon dot me lirinë që të vjen përpara. Tani, pra me pushtetin. Në lidhje me pyetjen tënde, fjala armik është fjalë e rëndë. Armik është në kuptimin kundërshtar politik. Kundërshtar politik. Në ide. Ju jeni dëshmitar që unë shtriva dorën e bashkëpunimit në aq sa mund. Sakt. U gjeta përballë një sulmi dhe shprehjesh të palogjikshme. Edhe gjyqesh. Në gjyq kam shkuar unë për të ruajtur dinjitetin tim. Në të mirë të Shqipërisë kam qenë dhe jam i gatshëm të mos vendos egot e mia personale para, por të vendos interesin e vendit. Por që kjo të ndodh edhe me subjektet që ti përmende, duhet që zotrinjt të reflektojnë. Duhet që të pranojnë që në raport me personin tim kam bërë gabim. Duhet që bëjnë hapa pas dhe mandej më lind mua pastaj detyrimi moral që të tregoj çfarë përfaqësoj. Më tha zoti Muçat, nëse e ke marrë kështu kërkoj ndjes. Po dhe unë i thash, ndjesa pranohet. Pse? Sepse burri fjalën ka. Edhe në këtë drejtim. Po thotë njëjtën gjë dhe zoti Shej do pranosh pastaj dorën e bashkëpunimit. Dhe ajo që po të them është të gjithë subjektet që ndaj personit tim, thënë gjëra të pavërteta apo sulme të pa baza, apo kanë fyer shpife me radhë, duhet të dëshmojnë që kanë qenë gabim dhe të bëjnë hapa pas. Pastaj ngelet në gjykimin tim për të parë vendimet. Pra topi është në fushën e tyre, thotë drejt. Kështu që në rrugën që jemi për interesin publik. Ne supozojmë që e bën të dy, jo vetëm njëri. Vjen dhe Shejaj dhe Qorri. Që s'kam për ta bërë kur. Po mirë më do aftrojmë. Se realiteti do marrim patjetër. Atëherë, kë do rrezosh të parin? Berishën për të marrë opozitën dhe të bësh alternativë të rrezosh Ramën, apo do godasësh direkt Edi Ramën si kryeminist për të marrë pushtetin? Cili është i pushtetshmi që ti do e bësh kurban për qenë si strategji po të pyet? Me në qoftë se, me nëse, me atë e me këtë, sot do isha kryeministër. Po gjithë që bëjnë kryeministra me nëse? Po të shpjegoj. Në këtë betej jemi për parimet që janë hapja e sistemit zgjedhor. Se u provua tani. Jo vetëm për ne, po u provua dhe për Partinë Demokratike që e miratoi atë ligj. Që Partia Socialiste me 53% të votave ka marrë 59% të mandateve. Jam dakord me ty, po ky është diskur fenomenesh. Unë po them në real politik, në raport. Po në real politik më po. Real politik. Cila është sinteza jote? Po, sinteza është shumë e thjeshtë. Kush nga këta del përballë dhe është përballë, dhe të dy janë përballë. Parimeve që po flasim është kundërshtar politik për mua. Pra dhe Sali Berisha dhe Edi Rama. Dakor. A e bën bashkodin atë? Dakor, e kuptova. Pyetja ty është kjo, shumë shpejt, për shkak edhe të arrestimit, edhe të dënimit në burg pa afat të kryetarit bashkisë, me shumë mundësi, për shkak sepse do bëhet pamundësi që ai të ekzekutojë detyrën e tij, mund të kemi zgjedhje të parakohshme. Cila është strategjia jote? Do dash të konkurosh vetë, do bësh një koalicion me bazë të gjerë, apo do i përgjigjesh edhe thirrjes se ka bërë zoti Shejaj që ne gjithë opozitat bëhemi bashkë dhe të jemi kandidat jo politik. Ose cili është qëndrimi yt? Në lidhje me shprehjen e zotit Shejaj, njeriu që duhej rrëzuar absolutisht dhe duhej bërë bashkë për ta rrëzuar ishte Edi Rama, zoti Edi Rama. Sepse burimi i gjithë keqes është aty lart te pushteti aty. Dhe momenti për të bashkuar që ai. Tani bashkimet për kryetar bashkishe ande e këtej janë justifikime me justifiku atë që ndodhi aty në gjykimin tim. Ndrohet 100 herë kryetarin e bashkisë Tiranë. Po vazhdoi Edi Rama të jetë aty ku është, Shqipëria është kjo që është. Ta kesh sigurt këtë. Nuk po them që propozimi që ai ka bërë është i keq, po them në parim duhej bërë për të bashkuar kundër sistemit takshimçar. Fort. Iku ajo. Nuk po them që ideja është e keqe tani. Vim këtu. Tani po të bëj një analizë shumë të shkurtër si avokat, se tani nuk mund ta zhvesh si kostume profesionale. Është nga atributet e tua, me drejt. Unë nga analiza juridike që bëj, mendoj që në Tiranë, nuk vëduar në zjarë, mendoj që është shumë e vështirë të ketë zgjedhje të parakohshme. Po ta lexosh mirë, në 61 dhe 62 të ligjit 139 për vetë qeverisjen. Kam lexuar shumë mirë, po. Te pika që bën fjalë për mosparaqitje në detyrë,
Po ti referohemi vendimit gjykatës që u morë për zotin Berisha, që u trajtua mos shkuarja në parlament për shkak një mase, konsiderohet për shkak të ligjit. Dhe po të lexosh dispozitën si shpreh thotë që Këshilli Bashkiak Këshilli Bashkiak i propozon kryeministrit shkarkimin. Por nuk ka një dispozit më njanë apo një pikë tjetër që vendos një sankcion nëse nuk e bën. Pra që të thosh që nëse nuk e bën brenda 30 ditëve, Këshilli shpërndahet automatikisht. Pra ashtu është evazive. Dale, jo juridik, do të shpjegoj pra. S'do i lejmë bashkinë pa kryetar. Në aspektin juridik, unë mendoj që këta do të çojnë zvarr deri në zgjedhje radhës. Pa ti në aspektin politik e shikon në aspektin jo më ajo që po them unë ligjërisht pra. Po iku ligjërisht. Analiza. Argumenti politik. Në aspektin politik ne do marrim vendimet tona, do bëjmë propozimet tona, ne do marrim pjesë në garat që na paraqiten. Kemi hyrë në garë dhe në politik për të rritur. Nuk kemi hyrë për të menduar as për një parti, as për tjetër. Si ti rrisim? Nëse kemi politik për të rritur, të vjen një ofertë nga zoti Rama, që merr cilin sektor të duash, nga ata që ti ke shprehur publikisht në ligjëratat e tua që ka mungesa, nevojë etike, siç është për shembull rasti i ilaçeve ose aparaturave që përmend në shëndetësi. Dhe thot, Adriatik, hajde, bëu ministër shëndetësie. Gjitha këto që mungojnë, bëj, do e pranoje. Ku e diti që s'ka? Ja na e thuaj publikisht, unë se di. Ku e diti që s'më ka? Pra i ka ardhur. Të ka ardhur oferta, na e thuaj ta dim. Nuk do e pranoj asnjëherë. Një sekond, ka ardhur ofertë nga Ramsi 4. Po unë të thash ku e diti që s'më ka ardhur. Po ka ardhur apo jo? Ja po të jam unë të përgjigja, ku e diti që s'më ka ardhur. Lajmi i mirë është se të ka ardhur, duhet ta shpjegoj. Po pra dhe unë po të përgjigjem. Ku e di ti që nuk më ka ardhur dhe unë po të them, nuk do të ndodh. Jo. Po të lesh pa ilaçe. Ndërkohë që ke mundësinë të sjellësh ilaçet. Jo, s'është ashtu. Është bukur jo. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Por unë po them ai thot merre dhe bëj je ke totalisht sovrane të vendosë çfarë të duash ti. Pritet ta shtoj diçka tjetër unë. Përgjigjja që është shumë e thjeshtë. Jo. Pa edhe me kosto që të vazhdojmë. Ne do në opozitë në këtë. Zotri, Edi Rama fiction është ky që po bëj tani unë. Po. Edi Rama kërkon votën tënde, Edi Rama, po unë çpata Ramsi 4. Po. Kërkon votën tënde për ndryshuar kodin zgjedhor me 84 vota në parlamentin e ardhshëm. Po. Duke ndryshuar sistemin në favor të partive të vogla, por duke gryer më shumë Partinë Demokratike. A ja jep votën ti Adriatik Lapaj? Si e gryen Partinë Demokratike? Si e gryen? Si e gryen, sistemi është o hapen lista dhe bëhet proporcional kombëtar, o nuk bëhet kaq. Po që se vjen një propozim i tillë për cilin ne do luftojmë fort, absolutisht do votohet po, që kjo është pa diskutim. Po këtë po them. Po, do votohet po. Do e bashkosh votën me ata? Për të bërë Shqipërinë me sistem zgjedhor demokratik, po për çfarë po luftojmë ne? Që të bëhet, pra është vonë, duhet që bërë. Qose ai të thotë në favor të partive tuaja, pra, partive të vogla. Po ajo është në favor të së drejtës, pastaj kujt i shkon pse është në favor të vogla? Ajo është në favor të atij, asaj mund i vësh prag ti. Kosova e ka me prag. 5%. 3% ka vende, ka që e kanë 5. Hajde, unë se kam problem pragun. Pse? Ne nuk jemi këtu për të folur si qyshtek si mund të fitoj njëri dhe të humbas tjetri. Ne jemi këtu duke folur për parimin. Parimi shumë i thjesht. Hajde të hapim garën. Pse? Sepse sot vota në qarkun e Vlorës, zotri, vlen 9 herë më shumë se sa vota për ne në të gjithë Shqipërinë. Po morë se Partia Socialiste me të njëjtin numër votash ka marrë 9 deputet, ndërkohë që ne në gjithë Shqipërinë me të njëjtin numër votash kemi marrë 1 deputet. Dhe do t'i edhe me Partinë Demokratike. Mere shikoj edhe brenda qarkut të Vlorës Partinë Demokratike me Partinë Socialiste, me sa e nxjerr Partia Socialiste një mandat dhe me sa e nxjerr Partia Demokratike një mandat. Në këtë kuptim, fakti që me 53% të votave Partia Socialiste ka marrë 59% të mandateve, pra ka marrë diku te 9 deri në 10 mandate më shumë se ç'i takonin me vot, tregon që dëmi i është bërë gjitha partive opozitare, i është bërë dhe kryesisht Partisë Demokratike. Që aspironde të vinden në pushtet. Po, kepse i braktis, narrativat dhe kauzat e tua politike, për shkak se kush mi ofron. Unë qofse kam njërës smur, nuk do shof kush është doktori, do shof a do mësuar. Unë e mbajta shkrimin e qartë. I sekond. Ti e futur për garën, je futur për ilaçet që mungojnë, je futur për mungesë e konkurrencës, për tregun e lirë. Qose ty këto të ofrojnë, ti s'mund tush, jo, unë si pranoj se po mi ofron ky. Po e diti që nuk janë ofruar dhe që... Po, ke bërë gabim qose si ke pranuar, këtë po them. Do t'jetë gjithmonë jo. Sepse i bie që ti nuk do t'i ofrojnë, ti do kur të vi momentit t'i bësh ti. Qose ti e politik të rregullosh, to duhet t'i pranosh. Qose ke mundësinë t'i rregullosh. Ose i bie që s'ke besim tek vetja. Ta dish që në publik kjo do cilësohet si mungesë vetbesimi. Le të cilësohet. Më do shkojnë rënd për këtë. Një pyetje tjetër. Më pëlqen shumë kur mban qendrimin. Po, edhe mua më pëlqen shumë, tregon që ka figuri politike. Le të më ndëshkojnë. Shikoj që as biles mua pëlqen që nuk bërtet ka qetësi tash.
Letëm është reflektim, e pranoj. Po, shumë mirë. Është, po rritemi në kuptimin Po edhe unë politik. dua të çosa më të rritur. Ta bëni pyetje tjetër. Në qoftë ti ke thënë para ditës votimeve dhe gjatë fushatës që pretendoje 300.000 vota. E vërtet është. Dakor, ndërkohë që vetëm sondazhet tek Zona e Lirë kanë nxjerrë të saktë shifrën e votave që ti ke marrë, dhe unë dua të di. Pa saktë të tjerët. Po dakor, pra, unë dua të di. Kë kanë nxjerrë? Edhe pasak ka qenë deklarata jote. Kë kanë thënë? Pasak ka qenë se ke thënë do marrin 300.000 vota. Jo. Cili sondazh i referuar që pretendohet me 300.000 vota ose ka qenë pasakt sondazhi ose logjistika që ka pasur partia juaj? Po të shpjegoj. E para njerë, ne kemi thënë aspirojmë 300.000 vota. Nuk kemi thënë, ne kemi të sigur që do t'i marim, se pra punë, se beshin zjedhë. Dakor, ti ke thënë që do marrë dhe shumicë parlamentare. Jo, është tjetër, do marrë 71 mandate. kam thënë, aspirojmë të marim 71 dhe po ta them prapë sot sy më sy. Po. Ne, sa ko jemi në politik, gjithmonë do të aspirojmë 71. Po nuk diskutohet. Mund të marim 0, mund marim 1, mund marim 30. do realizoj. Ditën që unë nuk e besoj që ne një ditë do t'i marim 71 dhe do t'a drejtojmë këtë vend, nuk merrem më me politikë, sepse s'ka arsye për t'u marrë. Një njeri që hyn në politikë për të mos aspiruar që të dalë në maj dhe të fitoj, Të jemi dakord. është njeri kohë. Ambicia është, Po s'po them Tani, është ambicia, unë du metodologjinë. Tani, ajo e bën. Me punë, me luftë, me djerës, me sakrificë apo me sublimim? Po të shpjegoj. Kush është po? Cila sakrifica e vetes? Ja po ta shpjegoj pra. Pra, do pranosh paktin me Ersiren që të përdorësh çdo lloj truku i cili A do të ta them pse tham 300.000? Dakor. Se kam thënë ndonjëherë ke këtu për dëgjoj deri në fund, po. Ne bëm një analizë. E besove sonketën kur e dëgjove se tash të doli. Sonketa i nxori gjithë gabim. Jo. Jo, ore, ke gabim. 7% e nxori zotin Qorri për shembull. E ke gabim. Po jo më nxire. Jo, po nuk ishte e fundit sot. Ishte e fund 7%. Sa që e fund. Jo. Do javshme ne me. Po edhe në fund zbriti, pastaj ne u ngritëm. Nëse pak rëndësishme. Ku gaboi sonketa? Nuk ka gabuar më ka para ato të fillimit. Nxire, do na nxjerrësh një për kuriozitet. Se unë mbaj mend një që pas. Tani në këto momente nuk mund ta nxjerr dot se jemi live dhe duhet përgatitur ajo po. Tani, vim te pse tham 300.000. Dhe bëm një analizë. E para njerë bënim sondazhe të vazhdueshme. Të vazhdueshme. Dhe sondazhet na nxinin në kuotën minimalisht 10%. Absolutisht. Deri 2 javë para ditës së zgjedhjeve. Opa reagoi Gjergji sonketës. Po më Direkt. nuk Po, ka drejt. I e gabim teoretiku, sonketat kanë nxjerrë 6% dhe 1 dhe në 2 deputet. Po se ka parë. mund të kem parë ndonjë nga mund të kem parë Shkuarat, ndonjë. ka parë të shkuarat. Se duhet shikosh të fundit Nuk e di se nuk është se kam pas dhe koti, mund të jetë, mund të jetë. Një që kam parë unë, Fiks sa ka dalë thot. tani më dëgjoj. Nëse. Ajo që po Bravo Gjergji, je i madh. ajo që Bëre po miqin them- ai the këto. E përshëndesim Gjergjin, se po. kam E njeh Gjergjin ti. Po pra. do thosha edhe mik, nuk po them. Po pra. Po e pranoj dhe ai këtë që them, unë besoj, unë e konsideroj të tillë. Tani vim te pse 300.000. Shko që analize për më. Po. Ne kishim në diaspor 12.000 kontakte, të mbledhur gjatë aktiviteteve tona në diaspor. Dhe ishin 12.000 kontakte të ardhura me vullnetin e tyre të lirë. Dhe ne bëm një analizë të votës të diasporës, të intensitetit e meradhë dhe në 245.000 të regjistruar, ne synonim minimalisht 1/4 votus. Që do të thot diku te 64.000 në raport me pikësynimin tonë. Këta 64.000 ishin njerëz të cilët ne na kishim prit shumë mirë aty dhe njerëz të cilët në çdo takim që bënim na angazhoheshin për të punuar me njerëzit që kishin në Shqipëri. Dhe ne mendonim përveç këtyre në diaspor, mendonim që këta po lobonin dhe e kanë bërë në fakt me njerëzit e tyre këtu. Po, marrën konsiderat përqindjen e që na dilte 10% që i brënda vëndit, 10% që i pjesëmarrës 1.5 milion ishin 150.000 vota. Po, në rregull? Edhe 64.000 në diaspor, 214.000. Dhe mendonim dhe i 64-65.000 familjarë të atyre që votonin diaspor, shkonim diku te 280 me shpresën 300. Kjo ka qenë logjika që ne kemi përdorur dhe kemi ndjekur. Dhe nuk është se e tham... Shiko tani, vota e diasporës nuk është ajo që është në Dakor, keni ankimime, po pyetje si që sakt e kuptoj. Dhe do dalë. Dhe do dalë. Pyetja e fundit e Marsilit, pastaj kalojmë te Sebastiani. Çdo kush adriatik që e synon pushtetin detyrohet ose të bëjë një
totalisht metamorfozë të madhe, ose të bëj një sublimim, ose të bëj një sakrificë. Për shembull, që nga antikiteti, Agamemnoni sakrifikoi të bijën. Vajzën e vet, po. Vajzën e vet për të pushtuar Trojan. Churchilli, me që se ti ke përmendur... Po pse a sakrifikoi thuaje që të pushonte deti si ishte me dallë. Merr. Po ka kuptimin simbolik ajo. Di po simbolik. Po pra, edhe Frynte era që të çonte atje. Po, ishte deti të rrazuar shumë. Poseidoni. Dakor. E dyta, Churchilli, cilin ti ke përmendur në raport me mashtrimet, e ka ndryshuar 3 herë partinë e tij, ka qenë kryesisht fillim të konservatorët, ka shkuar te liberalët, të shtyr prapë te konservatorët. Ronald Reagan sakrifikoi gjithë partinë, tha, ndryshoi Partia Demokratike, nuk isha unë që ndryshova dhe shkoi tek republikanët. Për të ndërtuar Kalani Rosafës, Giulio Andreotti po ashtu sakrifikoi edhe një kryeministër për të mos ulur në tratativa me brigadat e kuqe që ishte Aldo Moro. Ti çfarë ke vendosur? Ramsi sakrifikoi delfinin e vet Veliajn. Po nditur pushtet. I ke bërë me veten paqen e plot, kuptosh që rruga të cilës ti je futur nuk ka nevojë as për ideale, as për këtë qetësinë dhe maturinë për të folur mbi dhimbjet, po ka nevojë për një forcë të jashtëzakonshme që të pranosh 1 të shkelësh mbi kufoma, 2 të bësh pakte të errta dhe 3 të tregosh një lloj force pa e vrarë ndërgjegje. Dhe ti pret jeti thot publikisht sot, po, është i aftë po, nuk do i thot asnjëherë publikisht. Nëse i thot këto gjëra, mund besoj që do i rritet edhe më shumë fuqia. Sot njerëzit vuajnë për komunikim sinqert çane. Këtë prallën e ideologjive, e idealizmave, e dëshirave të mëdha që shiko, e ka thënë Kanti më. Pse kush e ka për shkakun po do shkën mbi. Çka ka thënë Kanti? Ka thënë, doni ta kuptoni nëse dikush është gjyqtar i mirë apo jo, po e dënon babain e vet? Nëse bën një vepër penale, askush se bën. Drejtësia është metafizike, pra është koncept abstrakt. Po ta kapësh konceptin praktik, por nuk ka. Ka thënë këtë. Pa e ka thënë tash do ta gjej dhe librin ta citoj. Tani të përgjigjem. Faleminderit për pyetjen. Sa më shkurt tani sepse është momenti. Nëse kjo që the ti është e vërtet e pa negociushme, unë e gjeta paqen time shpirtërore që sot nuk e aspiroj pushtetin. E ke gabim. Po tani unë ky jam tani, çfarë të them? Sebastian Zonja, ky është momenti jot. Marsit ishte i saktë i qartë kristal. Sebastian Zonja, momenti jot me Adriatik Lapajn. Zoti Lapaj, spari një herë urime për mandatin. Faleminderit. Dhe sot që do t'jesh... Emër televizjes, ta them, të koalicionit. Sot që do t'jesh në parlament, unë do t'jem përballë teje si gazetar për ato vota që t'u dhanë për interesat e atyre që mos ti shkelësh kur të shkosh atje dhe të mirë atjerve. Sepse nuk e di se si ti do ta ngjisësh rrugën tënde për të shkuar tek më shumë mandate, tek më shumë poste, tek kryeministri etj, por unë tani do t'jem në krahun tjetër për të mbrojtur interesat e qytetarëve, përballë teje që do t'jesh në parlament, që do të flasësh për interesat e qytetarëve. A u zhgënjeve nga vota e diasporës, sepse je nga iniciatorët... Adriatik, shikoj këtu më mirë se ashtu dukesh keq, po. Edhe ti, Sebastian, shikoj ekranin, nuk ka nevojë të shohë. Nderuar Sebastian, po të drejtojmë në emër, ndjes. Po, s'ka problem. Jo që nuk jam i zhgënjyer me diasporën, po jam gjithmonë për të shkuar prapë dhe mezi po pres të nisë sërish turin e madh të diasporës. Ne kemi sot që flasim 20 deg të themeluara në diasporë, për cilat po punojmë dhe besojmë në 3-4 muaj që vjen do bëjmë dhe zgjedhjet për t'i strukturuar në mënyrë totale. Unë jam shumë krenar për rrugën tonë, për ligjin e votës diasporës dhe për votën e tyre, dhe jam i bindur që ata na kanë votuar masivisht. E kam bindje këtë. E kam bindje sepse ata kanë nisur me mira foto kandidatëve tanë. Ne nuk i kemi bërë publike për shkak se ligji e ka ndaluar, por ato vota nuk kanë ardhur këtu, si që shtek të i takon drejtësisë ta zbuloj. Jam i bind që na kanë votuar masivisht dhe u jam i njohës për jetë që më hapën dyert e shtëpive të tyre, kam ngrënë bukë në shtëpitë të tyre, kam fjetë gjumë në shtëpitë të tyre, shpesh kam zgjedhur që të mos flija në hotele, kam lënë në shtëpitë të tyre dhe u jam i njohës sa të kem fry. Dhe i përshëndes që të gjithë në diasporë. Kur ishim në emisionin e shkuar, faktikisht, kishim një debat së bashku. Ti the që mund të shkosh në një mandat drejt Kuksit, unë thash që nuk mund të shkosh në një mandat drejt Kuksit. Gjithsesi, zgjedhjet erdhën dhe treguan. A mendon se ka një lloj gabimi taktik që ti u fokusove në fushat kombëtare kur kodi është rajonal? Faleminderit. Është vendimi më i mirë që kemi marrë dhe po të ktheheshim pas do ta merrim 100 herë ashtu siç e kemi marrë. Për shumë arsye. E para njerë,
sepse është moralisht e pa drejt që një qytetari në Kukës ne t'i thoshim që ti je qytetari dorës së dytë dhe për shkak të sistemit ne nuk na bën punë, apo në Përmet, apo në Saran dhe Konispole me radhë, dhe një qytetari në Tiranë që është qyteti madh dhe ku është me letë nxjerr mandatin dhe mundësia është më e madhe, ne t'i thoshim që ti je qytetari dorës së parë dhe me ty po merremi. Jo, ne zgjodhëm që të bëjmë një fushat totalisht në çdo ceptat dheut dhe në 40 ditë që kam bërë fushatun, se unë nisa që në datën 1 prill, ka qenë një 40 ditë që kemi bërë 56 aktivitete në 40 ditë dhe ka qenë një shtrirje totale në të gjithë vendin dhe personalisht jam fokusuar shumë pak te Tirana sepse jam munduar që të jepja peshë të gjithë vendit. Në lidhje me arsyen e dytë pse e bëm këtë zgjedhje, ishte sepse ne kemi synuar bashkë me koalicionin të ndërtojmë themelet e një lëvizje dhe një të ardhme kombëtare, që do të thotë Shqipërisë i duhet një parti e së nesërmes që ka një shtrirje territoriale kombëtare dhe jo një parti enklav. Pra nuk mund të bëja strategjinë unë që meqense jam nga qarku i Vlorës dhe i kam gjithë fise fare fisa aty, të shkoj të kandidoj unë në Vlorë dhe ta merja unë mandatin e Vlorës se me pak është ndarë, me 800 vota është ndarë, dhe të merja edhe 1 ose 2 në Tiranë dhe të fokusoheshim këtu dhe të shkoni me 3 mandate ne dhe të thoshim bëm historinë. Jo, ne bëm këtë që bëm sepse kemi menduar që të hedhim baza për nesër dhe ne sot jemi vetëm një subjekt politik në Shqipëri nga subjektet e reja që ka rreth 6.000 vota në Korçë, në Qark, rreth 6.000 vota në Qarkun e Beratit, mbi 6.000 vota në Qarkun e Beratit, 6.000 vota në Elbasan, ne kemi 9.200 vota në Fier, kemi 6.267 vota në Qarkun e Vlorës, kemi 5.000 vota në Qarkun e Lezhës, kemi mbi 4.000 vota në Qarkun e Durrësit, kemi mbi 16-17.000 vota në Qarkun e Tiranës. Pra kemi ndërtuar ne kemi rreth 1.600 vota në dijenin time nga sa mbaj mend në Qarkun e Gjirokastrës, që janë shumë. Sa? Rreth 1.600 vota. Po për herë të parë dhe të një betejë pa barabartë. Pyetja është do Të ndalemi pak në një pikë faktikisht. Është krijuar një bindje që po shkuam në Bashkimin Evropian, situata është fush me lule. Tani dua një ndarje të një debati sepse këtu të gjithë janë pro BE-s, por asnjë nuk thot çfarë problemesh mund na shfaqen BE dhe na i zgjidh dot gjitha problemet Bashkimi Evropian. Pra, ndahet pastaj debati euroskeptik, euro të dashnor të Bashkimit Evropian etj etj. Ne kemi një problem thelbësor sot i cili po shfaqet në të gjithë sektorët. Është problemi i demografisë. Tiku, këtu shiko. Duke qenë se problemi i demografisë sot për çdo qytetar Ti shiko Sebastiani, më shiko Sebastiani, dhe do të thënë shikon ty. Që ne do ta kemi në 20 apo 30 vitet e ardhshme dhe shumë e zorshme për ta zgjidhur sepse asnjë prej vendeve në Evropë nuk e ka zgjidhur. Kur të shkosh aty në parlament, do të jem po të njëjtat fjalime, zoti Lapaj, që unë po e bëj këtë për fëmijët tuaj, apo do të jetë një strategji se si të dalim nga ky lloj problemi i cili do të na kushtëzojë të ardhmen ton në rajon dhe për 20 apo 30 vitet e ardhshme. Qeveria Rama e ka marrë këtë pushtetin e saj me moshë mesatare 30 vjeç, 31.7 31.9. 31.9 dhe sot jemi 42-43 vjeç moshë mesatare. Jemi 44.1 është përditësimi i fundit. Okej. Po, faleminderit për pyetjen. Është për mendimin tim kjo është Tiku, atje. Kjo është palca e problemit. Kjo që tha Sebastiani është palca. Të çosh shtikën mu në palcë. Si do e zgjidhim? Sepse e nisëm në 92-shin me moshë mesatare 26 vjeç, që ishte mosha më e re në Europë. Jemi sot, ishim kur zoti Rama ka në pushtet diku te 31.9 vjeç. Sot jemi 44.1 dhe ritmi i plakjes popullsisë është më shumë se i frikshëm. Ne kemi hyrë në rrethin e 11 shteteve me moshën më të plakur të Europës dhe e kemi shpejtësinë e plakjes 4 herë më të lartë se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Po këtu nuk llogariten këta që po vinë. Nga Azia, se nuk e llogaritur. Jo, s'kan gjendje civile ata këtu akoma. Po prandaj nuk llogariten, pra ata janë aktorisht Shqipëri, e di s'do bëhen ata. E di. E di sa shumë lindin ata. Po. Okej, ajo që po them është për momentin duket keq. Problemi demografik. 10 vjetësh do shohim. Problemi demografik në kohën e shtimit, ë? Në djenin time, në verifikimin e fundit që i kam bërë, se nuk e them dot me saktësi tani se ka muaj që e kam verifikuar,
Në 7 vjeç numrin e vdekjeve e ka të madhe se numrin e lindjeve. Pra demografia thua ti është thelbi. Është mermo sepse nëse ti mund të ndërtosh nesër një qeveri të pakorruptuar dhe mund të performosh mirë ekonomikisht, ti s'ke ç'bën për të shtuar lindshmërinë me njëherë. Se para njëherë të duhen djemë dhe vajza të rinj, që të kenë dëshirë për të shtuar. Asnjë vend nuk e ka zgjedhur. Se zgjidh dot aq kohaj. Kështu që Ore, të paktën politika atje Bashkë bën stimull. kishte program Bëj stimull, pra. mos tim Japin kështu kredime. premtimi më i madh i partisë në pushtet se Falin ishin një dhe për rinin. kredizë. Ishin Politika pensionet. komunitare. Pra, jetë duke fol në një vend që premtimi më i madh elektoral gjithandej ishin pensionet. Se ti flet një elektorati që është në moshë të thyer tash. Dhe këtë nuk ke çfarë i bën menjëherë. Kjo kërkon dekada. Dekada pra. Po, Ndërkohë dhe- të favorizosh emigracionin pra. Ishin dhe të palishëm. Dhe ata që janë në moshë të madhe, A? duhet ta dinë që jemi aty i punon një për të mbajtur në pension një në Shqipëri. Kuptua pra po. Jo, po nuk e kanë kuptuar mirë, se po ta kishin kuptuar mirë do na kishin votuar ne që ta ndronim. Tani do vej historia që do punoj gjys 0.5, pra A, gjys, po. për të marrë pension një. Ë? Nuk do ketë më mundësi as për të paguar ato pensione, kështu siç po shkon ky ritëm. Dhe kur e shikon ti kataklizmon, pas sa vitesh? Me këtë ritëm. Po me këtë ritëm, nëse ne kemi nga 32 kemi arrit në 44 për kaq kohë, por ne kalojmë te 50 vjeç në Brenda dekadës. Mosha mesatare. kur të marrim pasaportën Po, europiane po, do kemi po. vajt. Domethënë kur të marrim pasaportën europiane ne do marrim dhuratë edhe rekordin e popullit me moshën më të madhe në Europë, praktikisht. Po kështu i bie. Se pyetje Ky tjetër. fakt. Jem dakord. Dhe Po ta thash pra. bëri pyetjen. Ti nuk e dhe përgjigjen pra, ti bëri thjesht pyetjen. konstatove. Si mund ta ndroni? Po pra. E para një asnjë nuk e ndron dot me shkopin magjik këtë. Kush do të thoshte, pastaj do përfundonim te ajo që thot Flogerti, sharlatantizëm politik. S'ke ç'i bën asaj. Si do duron dot ti mund bësh incentiva që njerëzit të fillojnë të A do favorizosh emigracionin zotëri? Eksakt, pra. Ajo që mund të bësh është që të krijosh politika që çiftet të lindin më shumë dhe të kenë mundësi për të jetuar këtu e mos të ikin dhe ata që janë jashtë një pjesë të kthehen. Këtë mund të bësh. Por kjo kërkon gjithsesi kohën e vet, Favorizosh emigracionin e huaj morlla. që të vinë të huajt këtu. Po morlla. Do e hapim derën. Ato, po dera e hapur është më, nuk i thot njeriu jo, nuk i thot njeriu jo këtu. Unë bëj pjesë të ata njerëz që i dua të gjithë humanët e kësaj bote. Nuk kam asnjë problem, Prandaj po them pra. por bëj pjesë të ata njerëz që e do shumë atë që është dhe asaj që i përket. Dhe në këtë drejtim, do bëj çdo gjë që të kem mundësi. Çdo gjë që të kem mundësi. Që ata të mos hyjnë, të huaj të mos Jo, hyjnë. që ne të mos ikim e që ne të shtohemi këtu e të mos e lënë vendin të parë vetë. Mos kemi nevojë për ata Pa që prioritet, nuk do japësh prioritet të vinë ata apo jo. Absolutisht jo. Jo. Prioriteti është të zhvillojmë politika që stimulojnë të rinjt tanë të lindin më shumë edhe ata që janë jashtë të kthehen. Kur të ftojmë Arlin Qoni ta pyesim për të, pikërisht për të marrë vesh. Nuk kam asnjë gjë ndaj Do ketë ndaj dyshim dikujt. ai është i majt. E pa, do thotë që po, unë jam pro shiko, unë jam emigracionit kundër- të Nuk do e thotë se migracionit si quhet të rast Sebastian? Pardje u bë Jo, më jo, ligji- po më dëgjon. Si quhet të rast kur të huaj të vinë këtu? Migracion apo Migracioni është kur bëhet ikën nga Gramshi dhe vjen në Tiranë. është brenda? Në këtë rast migracioni Emigracioni të huaj vetë. Po imigracion, do me thënë kur vjen, emigracioni. Migracioni është brenda vendit. Sebastian, ke i pyetje të fundit se më duket se i mbyllë. migrant. Po, jo, kam pyetje. Domethënë unë kam gjithë ato, po Jo gjithë ato, nga 5 e lam tani. Të lutem se kam dhe unë pyetje për të bërë, që do jemi du një mendim, ç'mendon Adriatik Lapaj për Ramsin, se kam shkuar 4 atje për arsye vendi, Berishën dhe Alex Sorosin, me shkë për dhe i status. Për situatën konkrete të tyre, ë? Po. Pyetje fundi Sebastian, lutem. pyetja e fundit është për Spakun. E keni mbrojtur Spakun Gjithmonë. gjithmonë. Po. Si të duket sot? Do ta mbroj unë, do vazhdoj ta mbroj. Po dakord, po si të duket sot? Mendoj që në zgjedhje unë si Adriatik kam prit një menaxhim më të mirë. Jo se u dëmtuam ne, po për ta ndarë Shqipërinë nga këto fenomene njëre për gjithmonë, domethënë, dhe le të fitonte më mirë, nuk ka problem. Nëse Zoti Rama do fitonte në i gartë të ndershme, unë do i shtrëngoja dorën, absolutisht, nuk kisha për të bërë kundër pedal kur, absolutisht jo. Por ne dim që nuk është kështu. Të gjithë e dim. Pastaj ca e pranojnë televizor, ca se pranojnë. Fakti është që fëmijët e të gjithëve do ikin nga ky vend nëse vazhdojmë me këtë metodologjinë që ta mbaj mirë me këtë, ta mbaj me këtë, edhe po e vërteta është e vërtet.
kjo vjen si e bërë tip më reflektues pas zgjedhjeve, se shoh që ka një lloj qetësie në të gjykuar dhe në të folur, në ritëm, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që absolutisht njeriu është përmirësimi vetvetes. Ti lexon një libër dhe presupozohet që të përmirësosh. Bën një gabim në jetë dhe presupozon që të marrësh mësime. Merr pjesë në një garë që nuk është e lehtë dhe që është sipërmarrje e madhe, që duhet ta mbash një herë mbi supë ta kuptosh çfarë do të thënë dhe nxjerr mësimet e tua. Po, unë nga kjo garë kam nxjerr mësimet e mia dhe mësimet e mia janë që nuk mjafton pasioni im, nuk mjafton energjia ime, duhet edhe pjekuria, edhe qetësia, duhen të ndërthurura. Po, unë kam bërë reflektimet e mia, po sa i takon strukturës posaçme, për zgjedhje kam pas pritshmëri më të mëdha. Uroj të më zhgënjej në këtë pikë për mirë dhe të nxjerrin diçka, por mbështetja ime për ta do vazhdoj të jetë. Kjo e fundit është pak personale faktikisht. Nga i gjithë ligjërimi që u ndërtua gjatë gjithë kësaj kohe dhe pata fatin të jem unë i fundit që ta bëjmë këtë bisedë, ka një lloj pozicioni misionar në politikë. Pra unë e bëj këtë për fëmijët, unë e bëj këtë për ilaçet. Unë hyra, dakord, ne. Pra ky është një lloj pozicioni misionar. Vlen, është interesant dhe i rëndësishëm. Tani, pyetja në këtë mes qëndron kjo, është një lloj pozicioni misionar sepse ti mendon me të vërtet se do ta ndryshojmë së bashku me ty Shqipërinë, apo ka një lloj religioziteti brenda këtij lloji misioni? Si e sheh? Domethënë, hym tek një lloj religioziteti me këtë mision, apo ka thjesht një lloj populizmi, siç desha ta thoja pak më herët. Shiko, dhe populizmi, se ju jeni dhe studiusër, që të tre. Jeni njerëz që lexoni, dhe se ka disa lloj populizmi. Ka populizëm që çdo më thon populizëm. Nëse ti shkon edhe bërtet krah njërit që ka të drejtë, edhe merr pikë politike, edhe kjo populizëm është. Po mund ta bësh edhe një variant që ti keq përdor publikun dhe mundohesh fitosh pikë. Pra varet si e bën. E thash në Tonjza, po. Dhe të thua që s'ka ilaçe në spitale, populizëm është. E thash në Tonjza. I shëndetshëm. Çdo kush ka të drejtë. Si pasen e ekran që mos kthehesh. Po pra, po instinkti. E thash në Tonjza. Instinkti. Tani Sebastian. Se nuk gjeja do një term tjetër. Prandaj e thash në Tonjza. Sebastian, se misionar zakonisht bëhen shumë autoritar, misionar zakonisht janë shumë problematik. Rama është misionar, thot, me mua nis historia. Berisha ishte misionar, me mua nisi demokracia. Pra, unë i kam pak problem misionarët, i kam shumë problem, jo pak, po i kam shumë problem misionarët. Dhe këtu do doja që të mas sqaroje. Unë do doja shumë, domethënë që t'ju mbështesja jashtëzakonisht shumë, po kur shoh këtë misionaritetin, nuk e kam që. Atëherë, shikom, unë mendoj modestisht që rruga me lehtë, nëse do kisha thjesht qëllim në vetvete politikën, do ishte për të bërë pjesë e Partisë Socialiste në vitet që kanë kaluar, dhe të mundohesha që me disa aftësi që ndoshta besoj, të paktën 80.000 shqiptar besoj mi vlerësuan, dhe na i vlerësuan si ekip, do mundesha të ngjitesha në një strukturë që i kish gjërat gati. Pa u dash të bësh thuajse edhe atë që merret me skenën, edhe atë që merret me fjalimin, edhe atë që merret me transportin në të njëjtën kohë, sepse ky ishte ekipi jonë, bën dhe gjithçka, gjithkush, sepse duhet ta bënim. Ne e shohim këtë si një aspirat tezit ton për të ndryshuar disa gjëra. Mund mos ja arrim kurrë, Sebastian. Se nëse shoqëria nuk do t'i bëj disa gjëra, nuk do, jenë në vend e gabuar, në kohën e gabuar, nuk i realizon. Por bazat nuk duken të këqija. Ta arrish vetëm me ide dhe kundër një sulmi total nga çdo anë të mobilizosh si ekip rreth 80.000 njerëz, si fillim nuk është një fillim i keq. Pastaj këtë pjesën e të qenit misionar apo jo, unë besoj që na duhet një vend më i mirë. A do e arrim dot ngelet për tu parë? Ngelet për tu parë, mund mos e arrim dot. Pyetja është 84.000 njerëz, 80.000 njerëz, që janë 80.000 aksione, le ta themi, simbolikisht. Puna është si i mirëmban dhe si i ruan deri zgjedhjet e tjera. Ata mund të ikin prapë. Ajo që qetësia më e madhe që kemi në ekip është kjo. Ne nuk kemi një ekip që shkoj dhe bleu vota. Dhe ty të duhen të kesh lek herës tjetër me i blek këta. A ti thua këta janë beznik a priori? Këta janë idealistë që na kanë votuar ne. Këta janë njerëz që na kanë votuar me shpirt. Do ju mbeten ti ku? Ne synojmë që të arrisim numrin e tyre. Me sa do ju ushqeni deri në zgjedhjet e tjera? Me qëndrueshmërinë tonë, idetë tona dhe luftën që do bëjmë shumë më të madhe se kemi për deri tani. Kjo është me qëndres. Tani, para se t'jap fjalën edhe një herë të ftuarve të mi që i kam se po t'jetë që të luftojmë me rujt vetëm kaq sa morëm, i bie që nuk është se ja vlen ta vazhdosh më këtë rrugë. Pra ne besojmë që është një nisje mirë, sepse në 8 muaj ishim 25 djemë dhe vajza që e nisën partin,
dhe pas 8 muajsh Jo, ka vjenë tani puna juaj duhet Kemi të jetë 80.000 puna juaj për të ruajtur taja, për të shumë fishuar duhet të jetë 3 fishi apo ja kam përshtypje. duhet jetë shumë e madhe, Duhet jetë shumë e por madhe. një gjë është e sigurt. Kapacitetet logjistike njerëzore, pra burimet njerëzore tani janë shumë më të mëdha sepse Janë të mëdha. Po, sepse shtrëngimi që ne bëm për fushat, që nga kandidatët deri te ekipet në çdo rreth e merat, na bëri që të krijojmë një, ne vetëm vëzhgues kishim 600 veta. Qartë. Kandidatët ata këta, ne kemi një strukturë tashmë prej 1000 vetash në kuptimin formal të fjalës. Plus tani do merret edhe në lekë shtetim duket me ligj u takon apo jo. $65.000. Në vit. Diçka më shumë. Marrin rimbursimin e çdo vote. Rimbursimi është për Tjetër gjë, pra. shpenzimet e fushatës. Po, dhe pastaj Përsteja saj është dhe një buxhet vjetor i cili dhe numër votash me sa diun është. Do nisësh ka një formulë, 70% lidhet me Nëse më çon si kap, do meni një buxhet. 70 milioni merr për mandatin të Pozitive, vjetra, do nisësh 10% merr për do nisësh tur falënderimi. Po, ne do bëjmë, jemi duke e përgatitur dhe do e bëjmë një tur në disa nivele falënderimi. Ata që na dëgjojnë, kush më sheh ndonjë qytet që nuk e kam thirr, nuk është se nuk do e thras në një moment më të dytë, po do bëjmë disa, do takojmë njerë grupet më të ngushta që kanë punuar, pastaj më gjërë. Kur rritet mosha mesatare, Tiku, pse përdor këtë i ri dhe i vjetër në politikë? Ne po rritet mosha mesatare. I vjetri ka eksperiencë, i riu. Po pra, ky dallimi i ri dhe i vjetër në politikë, faktikisht me breza, është pak problematik se më shumë Në ide kam unë gjithmonë, jo në moshë. Po ideja nuk mund të jetë e re dhe e vjetër. Në shkuptim nuk mund të jetë e re dhe e vjetër. Mund të jetë një i vjetër me eksperiencë i cili ka, si thua, ide inovative. Absolutisht. Jo, kjo e ka të sjellja politike që. Ai dutet përballë të pastër, nëse mund të themi kështu. Te kjo lloj gjëje kam domethënë. Pse i mshon kaq shumë kur në një lloj kuptimi nuk është se ngjit për mendimin tim dhe aq. Flogerti një Andrean shumë, Andrea Shtjefni, inxhinier. Fantastik, po. Andrea vjen pa mëkate në politikë. Vjen si njeri që nuk ka marrë vendime për të bërë dëme në këtë vend. Dhe ajo që po themi është eksaktësisht kjo. Pra, është një ekip njerëzish, Dorina që ka qenë këtu, Andrea i prefi. Është një avokate që Azmer Dulevi, që janë njerëz të cilët nuk vinë me mëkate politike mbi supe. Pra këtë, kur themi e reja nuk kuptojmë këtë, nuk e kemi për shkak të moshës. Adretik më falë, vetëm se çdo mëkatar e ka një tardhme dhe çdo vigjeresh ose ku diun e ka i shkuar, kështu që nuk dihet se si bën, dhe ata se këta që kemi kanë qenë dikur për herë të parë, kupton? Po, e vërtet është, po ndryshimi duhet jetë ky. Leadershipi. Ndryshimi duhet jetë ky, që njeriu duhet i varë këpucët në gosht në momentin kur nuk është bërë subjekt i asaj që ti. Në fund fare, në momentin e kulmit të mirësisë. Në javët e fundit Adriatik ishte një fushatë e cila siç duket nuk e dëgjoje. Ka rënë gongu do të iki letë. Ta mbyll këtë dheli. Emrin tënd e dëgjoje në çdo tavolinë. Po e dëgjoje në çdo tavolinë që ti ku është kështu. Ishte fushatë e stisur apo ishte një fushatë që njerëzit filluan të morën inat? Çfarë ndodhi? Jo, ishte një. Dhe kush e stisi? Partia në pushtet ka 53.000 patronazhistë. 53.000 njerëz të cilët paguhen me rrogat tona dhe vegjetojnë administrat për të bërë këtë gjë. E kupton çdo me thënë një ditë? Çfarë bën? 53.000 njerëz. Strukturë të paparka. Pra thua të stisë në një fushatë dezinformimi? Pe ka bërë dhe Flamur Nok. Floriri ka bërë për ty, se ka bërë vetëm pa struktura partisë. I drejti zhytet por nuk mbytet. Flamuri s'është patronazh. Luftën me mua e kanë të gjatë, koha do bëj të vetën. Kanë bërë 12. Adriatik. E kanë bërë të gjithë, nuk ka problem. Unë isha një sekond. Edhe Flamur Nok ka shprehur kundër teje. Ka nxjerr fakte që s'është patronazhist. Do të thënë nuk është se ke patur fakte, nuk kanë nxjerr asnjë se. Kjo është në favor të Adriatikut. Imagjino kur është Flamur Nok. Agron Shehaj. Po pra? Shiko të them diçka të fundit. Ne përfaqësojmë një ekip që ka vendosur të eci përpara në këtë gjë dhe nuk ka kthim pas. Dhe unë po them shumë thjesht. Nëse dikush ka pritur që ne të na prisim në tapet të kuq, asnjë nuk do na prisim. Po pra, kuq. Fakti që në fund të sulmuarit të mëdhenj ishim ne, tregon qartësisht që të pakapurit nga sistemi ishim ne. Sepse tregon qartësisht që të gjitha palët na ruheshin. Dhe pavarësisht sulmeve të jashtëzakonshme, në çdo drejtim, ne prap u renditëm forca e tretë politike në vend në vetëm 8 muaj aktivitet partijak. Dhe bravo i qoftë, kjo është fitore. Dgjoj. O Ledio, ora është 22:45 minuta. E do t'ikim patjetër. Pak minuta jam gati, thot Kulla. Do t'ikim patjetër tani. Do ikim, po dgjoj. O ta falenderojmë Tiku. Ta falenderojmë Tikun atëre, ta lëm të lira.